Gjatë një mesnate të qetë, një milioner pa gjumë kap vajzën e shërbëtores duke larë enët me duar të plagosura. Duke kuptuar se ajo fsheh diçka serioze, ai nis një hetim të heshtur. Zbulon më pas një të re të shkëlqyer që po sakrifikon jetën e saj për të shpëtuar nënën e sëmurë. Para se të dëgjoni këtë rrëfim të pabesueshëm, mos harroni të abonoheni në kanalin ton për më shumë histori emocionuese. Agimi rëndonte mbi vilën si një batanie e trashë dhe mbytëse. Viktor Aliu ecte nëpër korridoret e heshtura të katit të dytë, i paaftë për të gjetur gjumin që prej vitesh e shmangte. Hapat e tij jehoeshin mbi mermerin e ftohtë, një tingull i vetmuar që dukej se theksonte zbrazëtinë e asaj shtëpie të madhe. Në moshën 62 vjeç, ai kishte ndërtuar një perandori financiare që pak kush mund ta imagjinonte, por suksesi kishte sjellë me vete një vetmi që asnjë para nuk mund ta mbush. Ishin 3:40 minuta e mëngjesit kur ai zbriti shkallët kryesore, i udhëhequr më shumë nga zakoni sesa nga ndonjë qëllim specifik. Ndoshta një gotë ujë. Ndoshta thjesht një tjetër shëtitje pa destinacion. Por kur u afrua në kuzhinë, Viktori dëgjoi një zë që nuk duhej të ishte aty në atë orë. Zhurma e enëve që laheshin, shoqëruar me një pëshertim të ulët dhe të lodhur. Ai shtyu derën e kuzhinës ngadalë dhe gjeti një skenë që e bëri të ndalonte në vend. Një vajzë e re, jo më shumë se 17 vjeç, ishte me shpinë nga ai, e përkulur mbi lavamanin plot me pjata dhe tenxhere. Shpatullat e saj të ngushta ishin të përkulura në një peshë të padukshme, dhe duart e saj, të cilat Viktori mund t'i shihte edhe nga larg, ishin të kuqe dhe të enjtura. Elena. Vajza e Rozës, shërbëtores që punonte për të prej më shumë se 15 vitesh. Vajza nuk e kishte vënë re ende. Ajo vazhdonte të lante enët me lëvizje mekanike, të ngadalta, sikur çdo pjatë kërkonte një përpjekje të madhe. Viktori vuri re fashat e improvizuara në gishtat e saj, njollat e errëta nën sytë e saj, qëndrimin e tensionuar të dikujt që ishte gati të rrëzojë. Ai kolliti lehtë. Elena u kthye papritur, pothuajse duke lëshuar pjatën që mbante. Sytë e saj të zgurdulluar zbuluan një përzierje habie dhe diçka më të thellë. Frikë, ndoshta. Apo turp. Zoti Aliu, tha ajo, zëri i saj duke u thyer. Nuk e dija që ishit zgjuar. Më falni, po e mbaroj këtu dhe po iki. Viktori ngriti një dorë në një gjest qetësues. Ngadalë, ai shkoi te ishulli qendror i kuzhinës dhe tërhoqi një stol, duke u ulur në mënyrë që të mos dukej frikësues. Elena, është pothuajse 4 e mëngjesit. Çfarë po bën këtu? Vajza uli syt, duke u kthyer përsëri te lavamani. Nëna ime nuk ndihet mirë. Me grip. Kështu që unë erdha të ndihmoj me punën e saj. Nuk doja që ju të mbeteshit pa. Viktori vëzhgoi duart e saj të plagosura, fashat e bëra keq, gishtat drithërues që mbanin sfungjerin. Kjo nuk ishte thjesht ndihmë. Kishte diçka më shumë në tensionin e atyre shpatullave, në mënyrën si ajo shmangte shikimin e tij. Duart tuaja janë të lënduara, tha ai butësisht. Nuk është asgjë, zotëri. Vetëm disa prerje të vogla. Ndodh. Nga larja e enëve? Elena nuk u përgjigj. Ajo vazhdoi të fërkonte një pjatë me më shumë forcë se sa ishte e nevojshme, sikur mund të fshinte bisedën së bashku me papastërtinë. Viktori ndjeu atë ndjenjë të njohur, atë që e kishte shoqëruar që nga kohërat kur ndërtonte perandorinë e tij nga zeroja. Ishte aftësia për të lexuar njerëzit, për të ndjerë kur diçka nuk shkonte, kur një histori nuk mbyllej. Dhe historia e asaj vajze 17 vjeçare që lante enë në 4 të mëngjesit me duar të lënduara, padyshim që nuk mbyllej. Nuk duhet të ishe në shtëpi? Duke pushuar për shkollë? Pushime, u përgjigj ajo shumë shpejt. Në tetor? Heshtja që pasoi ishte më zbuluese se çdo fjalë. Elena ndaloi së lari pjatën, gishtat e saj shtrënguan sfungjerin derisa shkuma u derdh ndërmjet gishtave të saj. Kur ajo më në fund foli, zëri i saj ishte edhe më i ulët. Duhet të shkoj, zoti Aliu. Faleminderit që u shqetësuat, por gjithçka është mirë. Ajo shpëlau duart shpejt, mori një çantë të vjetër që ishte në një qoshe dhe shkoi drejt derës së shërbimit. Viktori e vëzhgoi duke u larguar, duke vënë re se si ajo çalon lehtë, sikur i dhembnin këmbët. Kur dera u mbyll pas saj, Viktori mbeti ulur në kuzhinën e heshtur, duke parë lavamanin plot me enë tani të pastra.
Drita fluoreshente e tavanit hidhte hije të forta mbi ambientin dhe ai e gjeti veten duke menduar për të gjitha netët që kishte kaluar në atë kuzhinë pa vënë re asgjë tjetër përveç zbrastisë së tij. Por tani ai kishte vënë re. Dhe diçka në atë perceptim nuk do ta linte të qetë. Viktori u ngrit dhe shkoi te dritarja që jepte në kopshtin anësor. Nga atje, ai mundi të shihte Elenën duke kaluar portën e pronës, duke ecur ngadalë në dritën e shtyllave të rrugës. Ajo nuk mori taksi. Nuk thiri një makinë. Thjesht filloi të ecte nëpër bulevardin e shkretë, hapat e saj të lodhur duke u zhdukur në errësirë. Ai u kthye në dhomën e tij, por nuk u përpoq të flinte. U ul në koltukun pranë dritares dhe qëndroi aty, duke vëzhguar qytetin që zgjohej ngadalë ndërsa qielli fillonte të qartësohej. Dhe në mendjen e tij, një pyetje e vetme përsëritej pa pushim. Çfarë fshehte ajo vajzë? Në 8 të mëngjesit, Viktori ishte në zyrën e tij private brenda vilës. Kishte telefonuar Pietrin, asistentin e tij personal dhe njeriun e tij të besuar prej pothuajse 20 vitesh. Pietri ishte diskret, efikas dhe, mbi të gjitha, besnik. Nëse kishte dikë tek i cili Viktori mund të besonte për të hetuar diçka delikate, ishte ai. Pietri, duhet të bësh diçka për mua, tha Viktori kur asistenti mbërriti, duke mbajtur dosjen e tij prej lëkure dhe një kafe ekspres doppio. Dhe më duhet diskrecion absolut. Pietri pohoi me kokë, duke u ulur në karrigen përballë tavolinës së mahagonit. Sigurisht, zoti Aliu. Për çfarë bëhet fjalë? Dua informacione për vajzën e Rozës. Elena. Sa vjeç është? Ku studion? Si po shkon në shkollë? Pietri ngriti vetullat, i habitur, por nuk pyeti. Roza kishte punuar në shtëpi prej shumë kohësh dhe ai e dinte se Viktori kishte një respekt të sinqert për të. Do të kontrolloj, zotëri. Diçka specifike që dëshironi të dini? Gjithçka. Dua të di gjithçka për atë vajzë. Por pa e ditur ajo apo nëna e saj që po hetoj. Kjo është e rëndësishme, Pietri. Mos alarmoni askën. Kupton. Sa kohë kam? Deri në fund të ditës. Dhe përdor kontaktet e tua në bashki nëse është e nevojshme. Pietri bëri një shënim të shpejtë dhe u largua, duke e lënë Viktorin sërish vetëm. Ai rrotulloi karrigen për t'u kthyer nga dritarja panoramike që ofronte një pamje privilegjuar të kryeqytetit. Qyteti shtrihej para tij si një organizëm i gjallë, pulsues, indiferent ndaj dramave individuale që ndodhnin në miliona shtëpitë e tij. Viktori mendoi për Rozën. Ajo ishte një grua e rezervuar, gjithmonë e edukuar, gjithmonë efikase në punën e saj. Ai dinte pak për jetën e saj personale, vetëm se ishte e dhe rriste vajzën e saj vetëm. Roza kur nuk kërkonte asgjë, kur nuk ankoi, dhe gjithmonë kryente detyrat e saj me një dinitet të heshtur që ai e respektonte. Por tani ai po pyeste veten. Sa gjëra të tjera nuk dinte? Sa shenja kishte ignoruar duke qenë kaq i zhytur në botën e tij? Dita kaloi ngadalë. Viktori u përpoq të përqendrohej në takime dhe raporte financiare, por mendja e tij kthehej vazhdimisht te ajo skenë në kuzhinë. Duart e lënduara të Elenës. Sytë e saj të errët nga lodhja. Mënyra si kishte gënjur për pushimet shkollore. Në 6 të mbrëmjes, Pietri u kthye. Shpreha e tij ishte serioze kur hyri në zyrë dhe Viktori e dinte menjëherë se lajmet nuk ishin të mira. Zoti Aliu, filloi Pietri, duke u ulur përsëri. Kam marrë disa informacione për Elenën. Dhe? Pietri hapi dosjen e tij dhe nxori disa letra. Elena është 17 vjeç. Deri para 3 javësh, ajo ishte nxënëse në gjimnazin shtetëror Skënderbeu, një nga shkollat publike më të mira të kryeqytetit. Dhe nuk ishte thjesht një nxënëse e zakonshme, zotëri. Ajo ishte e jashtëzakonshme. Viktori u përkul përpara. Vazhdo. Elena u njoh në nivel kombëtar 2 vjet më parë si një nga 10 nxënëset më të mira të vendit në matematikë dhe shkenca. Ajo fitoi olimpiada, konkurse, kishte një bursë të plotë të garantuar në Universitetin Shtetëror, degën e inxhinierisë. Profesorët flisnin për të si një mrekulli. Kishte gjithçka përpara. Kishte? Pietri bëri një pauzë, gishtat e tij shtrënguan letrat. Para 3 javësh, ajo braktisi shkollën. Thjesht ndaloi së paraqituri. Nuk paraqiti justifikim, nuk njoftoi askën.
Koordinimi u përpoq të kontaktonte, por kur nuk arritën të flisnin me të ose me nënën e saj. Ajo u regjistrua zyrtarisht si braktisë shkollore. Humbi bursën universitare. Humbi gjithçka. Viktori ndjeu diçka të shtrëngoi në gjoksin e tij. Pse? Cila ishte arsyeja? Askush nuk e di me siguri. Shkolla është e hutuar. Profesorët janë të shqetësuar. Por ka diçka më shumë, zotëri. Çfarë? Pietri hezitoi para se të vazhdonte. Bëra disa thirrje diskrete. Fola me një mik që punon në spitalin bashkiak. Rosa, nëna e Elenës, u diagnostikua rreth një muaj më parë me lupus eritematoz sistemik. Është një sëmundje autoimune e rëndë, zotëri. Dobësuese. Dhe trajtimi është i shtrenjtë. Shumë i shtrenjtë. Viktori mbylli sytë. Pjesët filluan të bashkoheshin duke formuar një imazh që ai nuk donte ta shihte, por që nuk mund ta injoronte. Vazhdo. Plani shëndetësor i Rozës është ai bazik, i ofruar nga kompania e tij për punonjësit shtëpiak. Mbulon konsultimet dhe emergjencat, por jo trajtimet afatgjata për sëmundjet autoimune. Medikamentet që i duhen kushtojnë mijëra lekë në muaj. Dhe ajo nuk ka si t'i paguaj. Dhe Elena? Pietri e shikoi Viktorin drejt për drejt. Elena braktisi shkollën për të marrë punën e nënës. Ajo vjen këtu çdo natë, punon pa pagë, vetëm për të mbajtur planin shëndetësor aktiv me shpresën për të marrë ndonjë mbulim. Gjatë ditës, ajo punon si kamariere në një restorant në qendër. Turni i 2 fish. Nga ora 11 e mëngjesit deri në 11 të mbrëmjes. Viktori ndjeu zemërimin të rritej brenda tij. Një vajzë 17 vjeçare duke punuar pothuajse 12 orë në ditë, duke hequr dorë nga e ardhmja e saj, nga edukimi i saj, nga ëndrat e saj, vetëm për të shpëtuar nënën e saj. Ka më shumë, zotëri, tha Pietri butësisht. Si mund të ketë më shumë? Pietri pshërtiu. Bëra një kontroll bazik financiar. Rosa dhe Elena kanë 3 muaj qira të prapambetur. Morën njoftim dëbimi. Kanë 30 ditë për të lënë apartamentin. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Viktori u ngrit dhe shkoi te dritarja, duart e tij të shtrënguara pas shpine. Jashtë, qyteti filloi të ndiste dritat e tij të natës, mira pika të vogla të ndritshme kundër qiellit që erësoi. Sa Elena të tjera kishte atje jashtë. Sa jetë të shkatëruara nga rrethana që mund të ndryshoheshin me një gjest të vetëm. Sa herë kishte kaluar pranë njerëzve të tillë pa vënë re asgjë. Zoti Aliu? Pyeti Pietri butësisht. Viktori u kthye. Dua të zbulosh ku punon ajo. Emrin e restorantit, adresën, gjithçka. Dhe dua të di më shumë për gjendjen mjekësore të Rozës. Çfarë trajtimesh i duhen, sa kushtojnë, cilat janë opsionet? Keni ndërmend të ndihmoni? Viktori e shikoi asistentin e tij. Ende nuk e di. Por duhet ta kuptoj plotësisht situatën para se të marrë ndonjë vendim. Pietri pohoi me kokë dhe u ngrit për të ikur. Zoti Viktor? Po. Është një veprim i mirë, zotëri. Të ndihmosh. Viktori nuk u përgjigj. Kur mbeti vetëm përsëri, u ul, por këtë herë nuk mundi të përqendrohej në asgjë. Mendja e tij ishte në një tjetër kuzhinë, në një tjetër agim, në një palë duar të plagosura që nuk mund t'i harronte. Ai nuk e dinte ende, por ajo natë do të ndryshonte gjithçka. Për Elenën dhe për të gjithë të përfshirët. Sepse ndonjëherë një moment i vetëm perceptimi është gjithçka që ndan një jetë të zakonshme nga një fat i jashtëzakonshëm. Dhe Viktor Aliu ishte gati të zbulonte se disa takime nuk janë rastësi. Janë borxhe të së shkuarës që po kërkojnë çmimin e tyre në të tashmen. Janë fije të padukshme që lidhin jetët përmes kohës, duke pritur vetëm që dikush t'i tërheqë për të zbuluar tapicerinë e plodhë. Por këtë do ta zbulonte vetëm më vonë. Për momentin, gjithçka që dinte ishte se një vajzë 17 vjeçare po shkatëronte jetën e saj për të shpëtuar dikë që e donte. Dhe se ai, një burr që kishte gjithçka përveç paqes, ndoshta mund të bënte diçka për këtë. Pyetja ishte vetëm të zbulonte se çfarë. Dhe si ta bënte pa shkatëruar krenarinë dhe dinjitetin e 2 grave në proces. Sepse, siç do të mësonte Viktori së shpejti, ndonjëherë pjesa më e vështirë e ndihmës nuk është gjetja e burimeve, por gjetja e mënyrës së duhur për t'i ofruar ato pa e kthyer mirënjohjen në poshtërim.
dhe kjo ishte një mësim që ai ende duhej ta mësonte. Në mëngjesin pasardhës, Viktori u zgjua me një vendosmëri që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Nuk kishte fjetur shumë, ndoshta 2 orë maksimumi, por nuk ndihej i lodhur. Kishte diçka ndryshe që pulsonte në venat e tij. Një qëllim, ndoshta. Apo thjesht nevoja për të bërë diçka që kishte vërtet rëndësi. Pietri mbërriti në orën 9 fiks, si gjithmonë, duke mbartur më shumë informacione. Restoranti ku punon Elena quhet Shija e Tiranës. Ndodhet në qendër, pranë stacionit të autobusëve. Është një vend i zhurmshëm, popullor, por jo saktësisht i njohur për trajtimin e mirë të punonjësve. Viktori i pohoi me kokë. Duhet të shkoj atje. Zotëri, duhet të shoh me sytë e mi. Të shoh si është ajo, ambientin, gjithçka. Por nuk mund thjesht të shfaqem dhe të njihem. Duhet të jem diskret. Pietri mendoi për një moment. Mund të rregulloj diçka. Ndoshta një maskim i thjeshtë. Syze të ndryshme, rroba të thjeshta. Ju nuk frekuentoni zakonisht vende të tilla, kështu që shanset për t'u njohur janë të vogla. Bëje këtë. 2 orë më vonë, Viktori ishte i panjohshëm. Veshi xhinse të thjeshta, një këmishë të zakonshme dhe syze dielli. Pietri kishte sugjeruar edhe një kapele, por Viktori vuri kufirin aty. Ai kishte dinjitetin e tij në fund të fundit. Shija e Tiranës ishte pikërisht siç e kishte përshkruar Pietri. Një restorant i madh, gjithmonë plot, me tavolina të ngushta dhe një lëvizje të vazhdueshme klientësh. Aroma e ushqimit të skuqur përshkonte ajrin, e përzier me zëra të lartë dhe zhurmën e takëmeve kundër pjatave. Viktori zgjodhi një tavolinë në fund, nga ku kishte një pamje të privilegjuar të sallës. Dhe atëherë e pa. Elena ishte në anën tjetër të restorantit, duke mbajtur një tabaka të rëndë me pjata dhe gota. Ajo kishte veshur një uniform të vjetër, shumë të madhe për trupin e saj të hollë, dhe flokët i kishte lidhur në një bisht të çrregull. Por ajo që i tërhoqi më shumë vëmendjen Viktorit ishin sytë e saj. Edhe nga larg, ai mund të shihte lodhjen e thellë, mënyrën si ajo lëvizte mekanikisht nga tavolina në tavolinë, si një automat që kryente një funksion të programuar. Ai e vëzhgoi për pothuajse 1 orë. Pasi i shërbente çdo klienti me një sjellje mekanike, si nuk ndalonte as për 1 sekond, si këmbët e saj qartazi i dhembnin me çdo hap. Dhe pa diçka më shumë. Një burr i moshës së mesme, të cilin Viktori më vonë zbuloi se ishte Albani, menaxheri i restorantit, ndiqte Elenën me sy vazhdimisht. Kishte diçka grabitqare në shikimin e tij, diçka që e bëri stomakun e Viktorit të rrotullohej. Dhe kur Elena aksidentalisht lëshoi një gotë që u thye në dysheme, Albani shkoi shpejt tek ajo. Viktori nuk mundi të dëgjonte se çfarë u tha, por pa mënyrën si Albani i drejtoi gishtin në fytyrë Elenës, si i fliste asaj me ton agresiv, ndërsa punonjësit dhe klientët e tjerë vëzhgonin. Pasi Elena uli kokën, e turpëruar, dhe filloi të mblidhte copat e xhamit me duar të pambrojtura. Pa kur ajo preu gishtin dhe as nuk u ndal, thjesht mbështolli një pecet rreth prerjes dhe vazhdoi të punonte. Ishte në atë moment që diçka brenda Viktorit u thye. Nuk ishte thjesht keqardhje. Ishte zemërim. Zemërim ndaj atij burri, ndaj atij sistemi, ndaj asaj bote që lejonte që një vajzë e shkëlqyer të trajtohej si mbeturinë e disponueshme. Ai u ngrit gati për të ndërhyrë, por diçka e ndaloi. Nëse do të ndërhynte tani, do të shkaktonte një skenë. Dhe një skenë mund t'i kushtonte Elenës punën. Mund t'i përkeqësonte gjithçka. Kështu Viktori bëri gjën më të vështirë që mund të bënte. U ul përsëri dhe thjesht vëzhgoi. Por regjistroi çdo detaj të asaj poshtërimi në kujtesën e tij. Dhe i premtoi vetes se kjo nuk do të mbetej kështu. Kur më në fund doli nga restoranti, Viktori u ndje sikur ishte plakur 10 vjet në 1 orë. Pietri e priste në makinë dhe nga shpreha e shefit të tij, e dinte se diçka nuk shkonte. Ishte më keq se sa imagjinoja, tha Viktori ndërsa makina filloi të lëvizte. Shumë më keq. Çfarë pa zotëri? Viktori tregoi gjithçka. Poshtërimin, menaxherin abuziv, kushtet e punës, lëndimet. Pietri dëgjonte në heshtje, nofulla e tij bëhej gjithnjë e më e tensionuar. Zoti Aliu, ka diçka tjetër që zbulova, tha Pietri butësisht kur Viktori mbaroi. Për menaxherin e restorantit. Albanin. Ai ka një histori parregullsisht pune.
punonjes të mitur pa regjistrim të duhur, orare të tepërta, ngacmime morale. Nuk është denoncuar kur zyrtarisht sepse njerëzit kanë frikë të humbasin punën. Viktori mbylli syt. Pra, ajo po punon ilegalisht. Teknikisht, po. Ajo është 17 vjeç. Mund të punonte me autorizim të duhur, por jo në orarin që ajo bën. Dhe Albani e di këtë. E përdor këtë si levë kundër saj. Ai po shantazhon një adoleshente. Në thelb, po. Makina ecte nëpër rrugët e zhurmshme të kryeqytetit, por Viktori nuk shite asgjë. Mendja e tij ishte e zënë duke përpunuar informacione, duke ndërtuar një plan. Ai nuk e dinte ende si do të ndihmonte, por dinte se duhej të ishte i zgjuar. Nxitimi mund të shkatëronte gjithçka. Pietri, duhet të zbulosh ku jetojnë Roza dhe Elena. Adresën e plot. Dhe duhet të marrësh akses në regjistrat mjekësor të Rozës me autorizim ligjor, sigurisht. Dua të di saktësisht çfarë trajtimesh i duhen dhe sa kushtojnë. Por restoranti? Do të merremi me këtë së shpejti. Por së pari duhet të kuptoj plotësisht situatën e tyre financiare. Kupton. Atë natë, Viktori bëri diçka që nuk e kishte bërë prej dekadash. Doli nga shtëpia vetëm, pa shofer, pa roje, dhe shkoi me makinë në një lagje modeste në zonën lindore të kryeqytetit. Adresa që Pietri kishte gjetur e çoi në një pallat të vjetër apartamentesh, me mure të zhveshura dhe shkallë të ngushta. Ai parkoi në rrugë dhe vëzhgoi pallatin për disa minuta. Ishte në katin e tretë, apartamenti 305. Kishte dritë ndezur në dritare dhe përmes perdeve të holla, Viktori mund të shihte hije që lëviznin. Nuk e dinte pse ishte aty. Ndoshta duhej të shihte si jetonin ato. Ndoshta duhej të kuptonte plotësisht dimensionin e luftës së tyre para. Se të vendoste si të vepronte. Apo ndoshta, Viktori pranoi me vete, ai thjesht duhej të ndjente se po bënte diçka. Ishte atëherë kur pa Elenën duke dalë nga pallati. Ajo mbante një qese plehrash dhe ecte ngadalë drejt koshit të plehrave në cep të rrugës. Edhe në errësirën e pjesshme të rrugës së ndriçuar dobët, Viktori mund të shihte si ajo lëvizte me vështirësi, si çdo hap dukej se kërkonte një përpjekje të ndërgjegjshme. Ai u fsheh në sediljen e makinës, duke shpresuar se ajo nuk do ta shihte. Elena hodhi plehrat dhe qëndroi aty për një moment, thjesht duke parë qiellin e natës. Kishte diçka pafundësisht të trisht në atë qëndrim, një vetmi që Viktori e njihte sepse ishte e njëjta që ai mbante. Më pas ajo u kthye në ndërtesë, duke u zhdukur në brendësinë e errët. Viktori priti edhe disa minuta para se të merrte një vendim impulsiv. Doli nga makina dhe shkoi te ndërtesa. Nuk kishte portier, nuk kishte siguri. Ai ngjiti shkallët në heshtje deri në katin e tretë. Apartamenti 305 ndodhej në fund të korridorit. Dera ishte e vjetër, me bojë të zhveshur. Viktori dëgjonte zëra brenda. Elena dhe Roza flisnin ngadalë. Nuk mund t'i dallonte fjalët, por kishte diçka në ton që ishte njëkohësisht intime dhe e dëshpëruar. Ai ishte gati të largohej kur vuri re diçka. Një sirtar gjysmë i hapur në një dollap të vogël në korridor, pranë derës së apartamentit. Dollapi ishte qartazi i prishur, dera nuk mbyllej siç duhet dhe sirtari ishte i bllokuar, gjysmë i nxjerrë nga vendi. Viktori shikoi përreth. Korridori ishte bosh. Pa menduar shumë, ai u afrua te dollapi dhe tërhoqi butësisht sirtarin. Ishte plot me letra, disa tashmë të verdha nga koha. Ai nuk duhej të ngatërohej aty. E dinte këtë. Por diçka më e fortë se arsyeja e shtynte. Kishte letra. Shumë letra. Disa ishin fatura të prapambetura me njoftime të kuqe që theksonin vlerat e vonuara. Ujë, dritë, gaz, të gjitha me muaj vonesë. Kishte gjithashtu njoftime për mbledhje borxhesh, disa tashmë me kërcënime për veprime ligjore. Dhe në fund të sirtarit, Viktori gjeti atë që më shumë kishte frikë. Një njoftim dëbimi. Letra zyrtare me vulën e gjykatës që informonte se Roza dhe Elena kishin saktësisht 23 ditë për të liruar pronën. Data e fundit ishte tashmë afër. Viktori fotografoi dokumentin me celularin e tij shpejt, më pas i ktheu gjithçka siç ishte dhe mbylli sirtarin aq sa lejonte. Zemra e tij rritë shpejt. Ai po ndërhynte në privatësinë e tyre, po shkelte besimin e tyre, edhe pse me qëllime të mira. Por tani ai e dinte.
Dinte sa afër ishin ato për të humbur gjithçka. Dinte se koha po mbaronte. Ai zbriti shkallët shpejt dhe u kthye në makinë. Gjatë gjithë rrugës për në vilën e tij, Viktori nuk mundi të ndalonte së menduari për ato letra, për atë sirtar të bllokuar, për atë njoftim dëbimi. Kur më në fund mbërriti në shtëpi, ishte pas mesnatë. Vila ishte e heshtur dhe bosh si gjithmonë, por këtë herë zbrazëtia dukej edhe më shtypse. Viktori shkoi në zyrën e tij dhe ndezi kompjuterin. Kaloi 3 orët e ardhshme duke kërkuar për lupus eritematos sistemik, për trajtime, për kosto, për prognoza. Ajo që zbuloi ishte njëkohësisht inkurajuese dhe frikësuese. Me trajtimin e duhur, Roza mund të jetonte një jetë relativisht normale. Por pa trajtim, sëmundja ishte progresive dhe dobësuese. Dhe medikamentet e nevojshme kushtonin një pasuri. Më shumë se sa Roza ose Elena mund të ëndërronin të paguanin me pagat e tyre minimale. Viktori bëri llogaritjet. Mblodhi kostot mjekësore, borxhet e prapambetura, qiran, kostot bazë të jetesës. Vlera totale ishte e lartë. Për to, e pamundur. Për të, e barabartë me atë që shpenzonte në një fundjavë pa menduar asgjë. Por ai e dinte se nuk ishte vetëm një çështje parash. Roza kishte krenari. Elena kishte dinjitet. Ata nuk do të pranonin bamirësi. Nuk do të pranonin të shiheshin si objekte mëshire. Viktori duhej të gjente një mënyrë për të ndihmuar që ta respektonte këtë. Dhe atëherë, ndërsa shfletonte letrat dhe raportet e shpërndara në tavolinën e tij, Viktori gjeti diçka që e kishte harruar. Një dosje e vjetër, e ruajtur në një sirtar që ai rrallë e hapte. Ishte një dosje për vëllain e tij, Markon. Marko Aliu kishte qenë 8 vjet më i madh se Viktori. Një burr i shkëlqyer, karizmatik, që kishte zgjedhur të ndiqte karrierën ushtarake ndërsa Viktori ndërtonte për andorinë e tij financiare. Marko kishte shërbyer me dallim për më shumë se 20 vjet, derisa ndodhi e pashmangshmja. Lufta. Betejë. Fundi. Viktori kur nuk fliste për këtë. Dhimbja ishte e vjetër, por ende pulsonte kur prekej. Nëna e tij kur nuk u rikuperua nga humbja. Jetoi 10 vitet e fundit të jetës së saj si një hije, e mbajtur vetëm nga një trishtim i thellë dhe një koleksion letrash që i ruante si thesare. Letra. Viktori u ndal pa pritmas. Ato letra. Nëna e tij i përmendte shpesh para se të vdiste. Thosh se ishin shkruar nga komandanti i Markos, një burr që ajo kur nuk e kishte takuar personalisht, por fjalët e të cilit kishin qenë e vetmja gjë që kishte mbajtur gjallë në ato ditë të errëta. Ku ishin ato letra tani? Viktori kur nuk ishte shqetësuar t'i kërkonte. Pas vdekjes së nënës së tij, ai kishte ruajtur të gjitha sendet e saj në kuti, të depozituara në papafingon e vilës. Kuti që ai kur nuk kishte pasur guximin t'i hapte. Por tani, për një arsye që ai nuk mund ta shpjegonte plotësisht, Viktori ndjeu se duhej t'i gjente ato letra. Ndjeu se kishte diçka të rëndësishme aty, ndonjë lidhje që në ndërgjegjja e tij e kishte bërë tashmë, por që mendja e tij e ndërgjegjshme ende nuk e kuptonte. Ai shikoi orën. 1:40 e mëngjesit. Por nuk kishte mundësi të flinte tani. Viktori u ngrit, mori një elektrik dore dhe ngjiti shkallët e ngushta që çonin në papafingo. Hapësira ishte e plurosur dhe plot me kuti të grumbulluara, secila e etiketuar me shkrimin e patëmet të Pietrit. Viktori kërkoi derisa gjeti ato që thoshin sendet e nënës. Kishte 4 kuti gjithsej. Ai hapi të parën. Rroba, parfume, sende personale. E dyta përmbante libra dhe ditar. E treta, fotografi dhe albume. Ishte në të katërtën që gjeti atë që kërkonte. Një kuti e vogël druri, e mbyllur me një dry të thjeshtë. Viktori e theu dryn me një vegël që gjeti aty dhe kapaku u hap me një zhurmë. Brenda, të ruajtura me kujdes në zarfa të verdhë nga koha, ishin letrat. Viktori mori të parën dhe filloi të lexonte, dhe me çdo fjalë ndjeu sikur bota rreth tij u zhduk. Letrat ishin nga një kapiten që i shkruante nënës së një ushtari të rënë. Por nuk ishin letra formale dhe të ftohta. Ishin letra personale, të shkruara me një ndjeshmëri dhe një kuptim që t'i kalonte detyrën ushtarake. Kapiteni fliste për Markon si një hero, por edhe si një burr. Fliste për shpresat e tij, frikërat e tij, historitë e tij.
Flishte për mënyrën si Marko kishte shpëtuar jetën e shokëve të tij, si ishte i dashur nga të gjithë ata që shërbenin me të. Dhe kapiteni premtonte, letër pas letre, se kujtimi i Markos do të nderohej, se sakrifica e tij nuk do të harrohej. Viktori lexoi çdo letër, duart i dridheshin lehtë. Kishte më shumë se 20 letra gjithsej, të shkruara gjatë 2 viteve pas vdekjes së Markos. Dhe në secilën, kapiteni firmoste me të njëjtin emër. Kapiten Robert Ushala. Viktori mori celularin e tij dhe fotografoi një nga letrat, duke u fokusuar veçanërisht në firmë. Më pas zbriti nga Papafingo dhe u kthye në zyrën e tij. Ai e dinte se ishte shumë vonë për të telefonuar Pietrin, por i dërgoi një mesazh gjithsesi. Pietri, duhet të kërkosh për një kapiten Robert Ushala. Ka shërbyer në ushtri rreth 40 vjet më parë. Dua të di gjithçka për të. Ku është tani, çfarë bën, nëse ka familje. Urgjent. Ai dërgoi mesazhin dhe u mbështet në karrige. Diçka po fillonte të merrte formë në mendjen e tij. Një lidhje, një fije që lidhte të kaluarën dhe të tashmen. Por ishte ende shumë e paqartë, ende nuk kishte kuptim të plotë. Viktori shikoi nga dritarja. Qielli fillonte të qartësohej ngadalë, duke paralajmëruar një ditë tjetër. Dhe diku në këtë qytet, Elena do të zgjohej pas disa orësh për një tjetër ditë të pamundur pune dhe sakrifice. Rosa do të zgjohej me dhimbje, duke u përpjekur të fshehë sa po vuante për të kursyer vajzën e saj. Dhe ai, Viktor Aliu, një burr që kishte më shumë para se sa mund të shpenzonte në 10 jetë, po zbulonte se pasuria nuk vlente asgjë nëse nuk mund të përdorej për të ndryshuar jetë që kishin vërtet rëndësi. Ai mendoi për letrat, për mënyrën si ai kapiten i panjohur kishte shpëtuar nënën e tij nga një errësirë e thellë thjesht me fjalë mirësie dhe njohjeje. Dhe pyeti veten, për herë të parë në dekada, nëse ai do të ishte në gjendje të bënte të njëjtën gjë për Dick. Nëse do të ishte në gjendje të ishte, për Elenën dhe Rozën, ajo që ai kapiten kishte qenë për familjen e tij. Përgjigjen do ta zbulonte së shpejti, ishte më afër se sa imagjinonte. Dhe lidhja mes të kaluarës dhe të tashmes ishte gati të zbulonte një fakt që do t'i ndryshonte të gjithë përgjithmonë. Pietri ju përgjigj mesazhit të Viktorit në 6 të mëngjesit. Kishte informacione paraprake për kapiten Robert Shalën. Viktori ishte zgjuar, as nuk kishte provuar të flinte, dhe e mori telefonin në zilën e parë kur Pietri telefonoi. Zoti Aliu, gjeta diçka, tha Pietri, zëri i tij tregonte shenja se edhe ai kishte kaluar natën duke kërkuar. Kapiten Robert Ushala shërbeu në ushtri për 35 vjet. U dekorua shumë herë, komandoi batalione të ndryshme. Doli në pension para 20 vitesh me të gjitha nderimet. Dhe ku është ai tani? Pati një pauzë të gjatë. Zotëri, ai ndërroi jetë 12 vjet më parë. Problem kardiak. Por ai la gruan dhe vajzën. Gruaja gjithashtu ka vdekur 5 vjet më parë. Vajza është ende gjallë. Viktori ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. Vajza. Ku është ajo? Si quhet? Rosa Shala, tha Pietri butësisht. Ajo është 43 vjeç. Punon si shërbëtore shtëpie. Eve, nënë e një vajze adoleshente të quajtur Elena. Viktori. Ndjeu sikur ajri ishte thithur nga mushkëritë e tij. Qëndroi në heshtje për një moment të gjatë, duke përpunuar informacionin. Rosa ishte vajza e kapiten Robert Shalës. Burri, letrat e të cilit kishin mbajtur nënën e tij gjallë gjatë viteve më të errëta të jetës së saj. Zotëri? Pyeti Pietri, i shqetësuar nga heshtja. Më dëgjoni? Po, Viktori më në fund u përgjigj, zëri i tij më i ngjirur se zakonisht. Pietri, duhet të sjellësh të gjitha informacionet që mund të gjesh për familjen Shala. Për kapitenin, për Rozën, për burrin e saj. Gjithçka. Jam duke e bërë këtë, zotëri. Por mund të pyes pse? Viktori shikoi letrat e shpërndara në tavolinën e tij. Sepse i detyrohem kësaj familjeje më shumë se sa ata mund të imagjinojnë. Dhe është koha të paguaj këtë borxh. Ai mbylli telefonin dhe mbeti ulur në zyrën e tij ndërsa dielli linte plotësisht, duke e larë qytetin me një dritë të ardhë. 50 vjet. Kishte 50 vjet, një kapiten i panjohur kishte shpëtuar shëndetin e nënës së tij me fjalë mirësie dhe njohjeje. Dhe tani, mbesa e të njëjtit kapiten po shkatëronte jetën e saj për të shpëtuar dikë që e donte. Rrethi po mbyllej.
Fat, karma, providencë hyjnore, Viktori nuk dinte si ta quante. Por dinte se kjo nuk ishte rastësi. Nuk mund të ishte. Pietri mbërriti 2 orë më vonë me një dosje plot me dokumente. Ata u ulën në zyrë dhe Pietri filloi të shpjegonte gjithçka që kishte zbuluar. Kapiten Robert Urshalla ishte një nga oficerët më të respektuar të brezit të tij. Pas daljes në pension, ai u kushtua punëve komunitare, veçanërisht duke ndihmuar familjet e veteranëve. Ai dhe gruaja e tij, zonja Teresa, jetuan modestisht, pavarësisht dekoratave dhe respektit që kishin. Viktori dëgjonte me vëmendje, duke absorbuar çdo detaj. Rosa u rrit me shumë dashuri, por me pak para. Kapiteni shpenzonte pjesën më të madhe të pensionit të tij duke ndihmuar të tjerët. Rosa u martua e re, në moshën 20 vjeç, me një burr të quajtur John. Ata patën Elenën një vit më pas. Johni punonte në ndërtim. Ishte një burr i mirë, punëtor, i përkushtuar ndaj familjes. Ishte? Pietri pohoi me kokë me trishtim. Johni pësoi një aksident në punë 5 vjet më parë. Rënje nga një skel. Ai nuk i mbijetoi. Rosa mbeti eve me një vajzë 12 vjeçare për të rritur vetëm. Ishte atëherë kur ajo filloi të punonte si shërbëtore shtëpie. Së pari në disa shtëpi, derisa mori punën e përhershme me Zotin, 3 vjet më parë. Viktori mbylli sytë. 3 vjet Rosa punonte për të, dhe ai kur nuk ishte shqetësuar të dinte historinë e saj. Kur nuk kishte bërë asnjë pyetje personale përveç atyre që lidheshin me punën. Vazhdo, tha ai. Elena ka qenë gjithmonë një nxënëse e jashtëzakonshme. Edhe pas humbjes së babait të saj, ajo mbajti notat e saj të patëmerë. Rosa bënte gjithçka që vajza e saj të mund të studionte. Punonte 2 fish, kursente çdo cen. Krenaria e saj ishte të shite Elenën të shkëlqente në shkollë. Deri në diagnozë. Pikërisht. Lupusi u diagnostikua 5 javë më parë. Rosa u përpoq ta fshej nga Elena në fillim, por sëmundja përparoi shpejt. Dhimbjet, lodhja, simptomat fizike të dukshme. Elena zbuloi dhe menjëherë braktisi gjithçka për të kujdesur për nënën e saj. Viktori hapi dosjen dhe filloi të shfletonte dokumentet. Kishte kopje të librezave shkollore të Elenës, të gjitha me nota perfekte. Kishte certifikata të konkurseve akademike, çmime nderi, çmime. Kishte gjithashtu letrën e pranimit në universitet, duke premtuar bursë të plot për degën e inxhinierisë. Gjithë kjo u hodh poshtë. Një ardhme e shkëlqyer sakrifikuar në altarin e dashurisë filiale. Dhe më e keqja, vazhdoi Pietri, është se Rosa nuk di as gjysmën e asaj që po bën Elena. Ajo mendon se vajza e saj thjesht po ndihmon pak, duke bërë disa turne shtesë. Nuk e di që Elena ka braktisur plotësisht shkollën. Nuk di për punën në restoran. Elena i fshej gjithçka asaj. Për të kursyer nënën nga më shumë vuajtje. Pikërisht. Viktori u ngrit dhe shkoi te dritarja. Poshtë, pa Rozën duke ardhur në punë. Ajo çalon lehtë, duke u mbështetur në mur her pas here, ndërsa kalonte kopshtin drejt hyrjes së shërbimit. Edhe nga larg, ai mund të shihte si ajo luftonte me çdo hap, si e detyronte trupin e sëmur të vazhdonte të funksiononte. Pietri, tha Viktori pa u kthyer. Dua që të punësosh specialistët më të mirë në lupus që mund të gjesh. Dua një vlerësim të plot të rastit të Rozës. Dhe dua të di saktësisht çfarë i duhet asaj për të pasur cilësi jete. Po, zotëri. Dhe përsa i përket faktit që ato do ta dinë? Ende nuk e di. Duhet të mendoj si ta trajtoj këtë. Nëse thjesht shfaqem dhe ofroj ndihmë, ato do të refuzojnë. Krenaria është diçka që e kuptoj mirë. Ka diçka tjetër që zotëria duhet të di, tha Pietri me hezitim. Çfarë? Situata e tyre financiare është edhe më e keqe se sa mendonim. Rosa u përpoq të merrte një hua 2 javë më parë. U refuzua për shkak të historikut të kreditit. Ajo gjithashtu u përpoq të shiste disa sende familjare. Objekte që ishin të babait të saj, kapitenit. Medalje, dekorata ushtarake. Por nuk mundi t'i shiste me një çmim të drejtë. Blerësit e dinin se ajo ishte e dëshpëruar. Viktori ndjeu zemërimin të rritej përsëri. Ajo po shet kujtimin e babait të saj për të marrë para. Dhe Elena e di këtë? Besoj se po.
gjë që ndoshta vetëm e ka intensifikuar vendosmërinë e saj për të punuar edhe më shumë. Viktori u kthye në tavolinën e tij dhe hapi një nga sirtarët. Brenda kishte një kasafort të vogël ku ruante disa objekte personale. Ai e hapi dhe nxori një medalje. Ishte dekorata që Marko kishte marrë pas vdekjes, e dorëzuar familjes në njohje të shërbimit dhe sakrificës së tij. Shiko këtë, Pietri, tha Viktori duke i treguar medaljen. Vëllai im vdiq duke shërbyer vendin. Dhe kapiteni që komandonte batalionin e tij, që shkroi ato letra për nënën time, që mbajti familjen tonë të bashkuar kur gjithçka po shkatërrohej, ishte babai i Rozës. Tani ajo po shet medaljet e tij, të babait të saj, sepse është e dëshpëruar. Dhe unë, që i detyrohem kaq shumë kësaj familjeje, isha shumë i verbër për të parë. Nuk është faji juaj, zotëri. Nuk kishit si ta dinin. Por duhej të kisha pyetur. Duhej të isha shqetësuar. Roza punon për mua prej 3 vitesh dhe unë kur nuk pyeta për jetën e saj, për familjen e saj, për asgjë. E trajtova atë si një punonjëse tjetër efikase, jo si një qenie njerëzore me histori dhe dinitet të vetin. Pietri nuk tha asgjë. Ai e njihte Viktorin prej kohësh sa për të ditur kur ishte koha të heshtë. Duhet të mendoj një plan, tha Viktori më në fund. Një plan që respekton krenarinë e tyre, që nuk i bën të ndihen si objekte bamirësie. Sepse e di që nëse thjesht shfaqem me një çek, do t'i fyej. Dhe ato meritojnë më shumë se kaq. Mund të sugjeroj diçka? Ofroi Pietri. Ju lutem. Ju përmendet se nëna juaj kishte krijuar një fond shumë vite më parë. Një fond për të ndihmuar familjet e veteranëve ushtarak. Nuk u aktivizua kur zyrtarisht, apo jo? Viktori pohoi me kokë. Ishte një nga gjërat e fundit që ajo bëri para se të ndërronte jetë. Tha se donte të shpërblente mirësinë e kapitenit, të ndihmonte familje të tjera që kalonin atë që ajo kaloi. Por kur nuk gjetëm mënyrën e duhur për ta zbatuar. Fondi mbeti i ndalur gjithë këto vite. Atëherë ndoshta është koha ta aktivizoni. Me Rozën si drejtore të projektit. Viktori e shikoi Pietrin me habi. Vazhdo. Roza është vajza e një veterani. Ajo vet ka kaluar vështirësitë e një familjeje ushtarake. Ajo ka përvojën e jetuar, ndjeshmërinë e nevojshme. Dhe nuk do të ishte bamirësi, do të ishte një punë e vërtetë, një pozicion me dinitet. Ajo do të merrte një pagë të drejtë për një punë të rëndësishme. Dhe si pjesë e përfitimeve të pozicionit do të kishte akses në një plan shëndetësor të plotë dhe mbështetje financiare të duhur. Viktori e shqyrtoi idenë. Ishte e shkëlqyer në thjeshtësinë e saj. Nuk ishte lëmosh. Ishte njohje. Ishte të jepje Rozës një pozicion ku ajo mund të përdorte përvojën e saj për të ndihmuar të tjerët, ndërsa gjithashtu ndihmohej. Por ajo duhet të rikuperohet së pari, tha Viktori. Ka nevojë për trajtim të menjëhershëm. Dhe Elena duhet të kthehet në shkollë. Një hap në një kohë, zotëri. Jo, tha Viktori me vendosmëri. Nuk ka kohë për hapa të llogaritur. Roza mund të përkeqësohet nëse nuk e trajtojmë këtë menjëherë. Dhe Elena po humbet të ardhmen e saj me çdo ditë që kalon. Duhet të veprojmë tani. Dhe si keni ndërmend ta bëni këtë pa u dyshuar apo fyra ato? Viktori mendoi për një moment të gjatë. Pastaj një ide filloi të formohej. Do të flas me to sonte. Do të jem i sinqert për gjithçka. Për letrat, për lidhjen me kapitenin, për borxhin që familja ime ka ndaj tyre. Dhe do ta ofroj jo si bamirësi, por siç është në të vërtetë, drejtësi e vonuar. Mund të funksionoj, tha Pietri me mendim. Ose mund t'i trem. Do të duhet të rrezikoj. Atë pasdite, Viktori bëri diçka që nuk e kishte bërë kurrë. Telefonoi Rozën dhe i kërkoi asaj dhe Elenës të vinin në zyrën e tij në 7 të mbrëmjes. Tha se duhej të fliste për diçka të rëndësishme, por nuk zbuloi se çfarë. Roza hezitoi, qartazi e shqetësuar, por pranoi. Orët deri në 7 dukej se zvarriteshin pafundësisht. Viktori provoi mendërisht atë që do të thoshte, duke u përpjekur të gjente fjalët e duhura. Si thua dikujt që ke zbuluar sekretet më intime të jetës së tij? Si ofron ndihmë pa tingëlluar kondescendent? Kur më në fund dëgjoi zilen e derës, Viktori ndjeu një nervozizëm që nuk e kishte përjetuar prej dekadash. Pietri shkoi t'i hapte dhe i udhëhoqi Rozën dhe Elenën deri në zyrë.
Ato hynë me hezitim, qartazi të pakëndshme në atë ambient formal. Roza kishte veshur uniformën e saj të punës dhe Elena kishte veshur rroba të thjeshta dhe të vjetra. Të dyja dukeshin të lodhura dhe të shqetësuara. Roza, Elena, ju lutem, u luni, tha Viktori, duke treguar koltukët e rehatshëm përballë tavolinës së tij. Ju faleminderit që erdhët. Sigurisht, zoti Aliu, u përgjigj Roza, zëri i saj i tensionuar. Ka ndodhur diçka e gabuar me punën time? Jo, Viktori u shpejtua të thoshte. Përkundrazi. Duhet të flas me ju për diçka shumë personale. Dhe duhet të më dëgjoni deri në fund para se të thoni diçka. Të dyja shkëmbyen një shikim të shqetësuar, por pohojnë me kokë. Viktori mori frym thellë. Para 50 vjetësh, vëllai im i madh shërbeu në ushtri. Emri i tij ishte Marko. Ai ishte një burr i jashtëzakonshëm, i shkëlqyer, i guximshëm. Ai nuk u kthye nga fusha e betejës. Roza dhe Elena mbetën në heshtje, duke mos kuptuar ende se ku do të shkonte kjo. Kur vëllai im u largua, nëna ime u shkatërrua. Ajo kur nuk u rikuperua plotësisht. Por kishte diçka që e mbajti gjallë, që e pengoi të hiqte dorë plotësisht. Ishin letrat që ajo merrte nga komandanti i Markos. Një kapiten që i shkruante asaj rregullisht, duke i treguar histori për Markon, duke e siguruar se sakrifica e tij kishte kuptim, se ai ishte i dashur dhe i respektuar. Roza filloi të zbehej. Duart e saj shtrënguan krahët e koltukut. Këto letra, vazhdoi Viktori, ishin e vetmja gjë që e mbajti nënën time gjallë në ato vite të tmerrshme. Dhe ajo gjithmonë thoshte se i detyrohej gjithçka atij kapiteni. Se do të donte t'i falenderonte një ditë. Por kur nuk ja doli. Dhe pastaj ajo u largua 10 vjet më parë me këtë mirënjohje ende në zemër. Viktori mori një nga letrat e vjetra dhe e tregoi. Emri i kapitenit ishte Robert Ushalla. Roza lëshoi një pëshertim. Sytë e saj u mbushën me lodh. Babai im, pëshpëriti ajo. Babai yt, konfirmoi Viktori. Letrat e tij shpëtuan nënën time, Roza. Fjalë për fjalë. Dhe unë kur nuk e dija këtë deri mbrëm, kur më në fund hapa kutit me sendet e saj dhe gjeta këto letra. I lexova të gjitha. Lexova si babai yt e shite vëllain tim. Si kujdesej për ushtarët e tij. Si e kuptonte dhimbjen e një nëne që kishte humbur një djalë. Elena shikonte nga nëna e saj te Viktori, duke u përpjekur të kuptonte se ku po shkonte ajo bisedë. Zbulova gjithashtu, vazhdoi Viktori, duke shikuar tani Elenën, se ti je një nga nxënësit më të shkëlqyera të këtij vendi. Se kishe bursë të garantuar në universitet. Dhe se braktise gjithçka para 3 javësh. Elena u zbe. Si e dini këtë, zotëri? Sepse unë kam burime për të zbuluar gjëra, Elena. Dhe sepse, kur të pash në kuzhinën time në 4 të mëngjesit me duar të lënduara, e dija se diçka nuk shkonte. Kështu që hetova. Dhe zbulova jo vetëm për shkollën, por për restorantin, për borxhet, për njoftimin e dëbimit, për gjithçka. Roza filloi të qante në heshtje. Zoti Aliu, nuk doja që askush të dinte. Ne po merremi me këtë. Do të gjejmë një zgjidhje. E di që do ta gjeni, tha Viktori butësisht. Sepse ju jeni të forta dhe krenare, siç ishte kapiteni. Por nuk keni nevojë ta bëni këtë vetëm. Dhe jo sepse unë kam mëshirë, por sepse familja ime ka një borxh ndaj jush. Një borxh 50 vjeçar që duhet paguar. Nuk jemi bamirësi, tha Roza me dinjitet, edhe pse përmes lotëve. Dhe unë nuk po ofroj bamirësi, u përgjigj Viktori. Po ofroj drejtësi. Po ofroj atë që nëna ime do të kishte ofruar nëse do të ishte gjallë dhe do të dinte për situatën tuaj. Nëna, pëshpëriti ajo, lotët tani i rridhnin lirshëm. Babai im gjithmonë fliste për ushtarët që komandonte. Për mënyrën si secili prej tyre ishte i çmuar. Ai e mori këtë kaq seriozisht. E kaloi gjithë jetën duke u përpjekur të nderoj kujtimin e tyre. Dhe tani është radha ime të nderoj kujtimin e tij, tha Viktori. Dhe të sigurohem që mbesa juaj të mos humbas të ardhmen e shkëlqyer që ajo meriton. Elena më në fund foli, zëri i saj drithërues. Zoti Aliu, unë nuk mund ta pranoj. Nëna ime ka nevojë për mua. Nuk mund thjesht të kthehem në shkollë dhe të shtirem sikur gjithçka është mirë. Nuk do të shtiresësh, tha Viktori.
sepse do të bëjmë që gjithçka të jetë vërtet mirë. Nëna jote do të ketë trajtimin më të mirë në dispozicion. Ju nuk do të humbni shtëpinë tuaj. Dhe ti do të kthehesh në shkollë dhe do të fitosh atë bursë përsëri. Por si? Pyeti Elena, zëri i saj duke u thyer. Si do t'i paguajmë të gjitha këto? Viktori shikoi Rozën. Kam një propozim. Nëna ime, para se të vdiste, krijoi një fond të destinuar për të ndihmuar familjet e veteranëve ushtarak në situata vulnerabël. Fondi nuk u aktivizua kur zyrtarisht sepse nuk gjetën personin e duhur për ta drejtuar. Dik që të kuptonte vërtet atë që kalojnë këto familje. Dik me ndjeshmëri, përvojë të jetuar dhe dinjitet. Roza e shikoi me sy të zgurdulluar. Dua që ti të jesh drejtoresha e këtij fondi, Roza. Është një punë e vërtet, me pagë dinjitoze dhe të gjitha përfitimet. Përfshir planin më të mirë shëndetësor që parat mund të blejnë. Ti do të përdorësh përvojën tënde për të ndihmuar familje të tjera, për të siguruar që askush tjetër të mos kalojë atë që ti kalove. Nuk është bamirësi. Është njohje e asaj që ti dhe familja jote përfaqësoni. Roza dhe Elena qëndruan në heshtje për një moment të gjatë, duke përpunuar propozimin. Viktori mund të shihte luftën e brendshme që po ndodhte në fytyrat e tyre, krenarinë që luftonte kundër nevojës, shpresën që luftonte kundër frikës së zhgënjimit. Më në fund, Roza foli. Por unë jam e sëmur. Si mund të drejtoj diçka të tillë nëse mezi mund të punoj? Prandaj trajtimi vjen së pari, shpjegoi Viktori. Ti do të trajtosh veten, do të shërohesh dhe pastaj do të marrësh detyrën. Mund të zgjas muaj, por koha nuk është problem. E rëndësishme është që ti të jesh mirë. Dhe ndërkohë, Elena kthehet në shkollë. Ju do të keni gjithçka që ju duhet. Jo si favor, por si e drejtë. Si pjesë e kompensimit për gjithçka që kapiteni bëri për familjen time. Elena shikoi nënën e saj. Nën, tha ajo butësisht. Ju lutem. Lëreni atë të ndihmoj. Roza mbylli syt, lotët i rridhnin në fytyrë. Babai im gjithmonë thoshte se të ndihmosh të tjerët ishte gjëja më e rëndësishme. Se të gjithë ne kemi nevojë për ndihmë në një moment. Por është kaq e vështirë të pranosh. E di, tha Viktori. E di sepse unë jam pikërisht i tillë. Krenar, i pavarur. Por ndonjëherë, marrja e ndihmës është gjëja më e guximshme që mund të bëjmë. Jo për veten tonë, por për njerëzit që i duam dhe që varen nga ne. Roza hapi syt dhe shikoi direkt Viktorin. Nëse e pranoj këtë, tha ajo me vendosmëri, nuk do të jetë si punonjëse e juaja. Do të jetë si një profesioniste që bën një punë të rëndësishme. Me dinjitet. Nuk do të prisja asgjë më pak, u përgjigj Viktori duke buzëqeshur lehtë. Roza pohoi ngadalë. Atëherë pranoj. Për Elenën. Për kujtimin e babait tim. Dhe sepse e di se ai do të kishte qenë krenar të dinte se veprimet e tij ndihmuan dik dekada më vonë. Elena lëshoi një pëshërtim dhe përqafoi nënën e saj. Roza e mbajti fort dhe për herë të parë në javë kishte shpresë në fytyrën e saj. Viktori i vëzhgonte duke ndjerë diçka që nuk e kishte ndjerë prej shumë kohësh. Nuk ishte thjesht kënaqësi për të bërë një veprim të mirë. Ishte lidhje. Ishte qëllim. Ishte ndjenja se, më në fund, pas dekadash duke u endur në zbrazëtinë e tij të veçantë, ai kishte gjetur diçka që kishte vërtet rëndësi. Por ajo që asnjë prej tyre nuk e dinte ende ishte se kjo do të ishte vetëm betejë e parë nga shumë. Sepse jeta rrallë lejon fitore të lehta. Dhe rruga midis atij momenti shprese dhe të ardhmes së shkëlqyer që të gjithë imagjinonin do të ishte plot me pengesa që do të testonin jo vetëm burimet e tyre, por vendosmërinë e tyre, besimin e tyre te njëri tjetri dhe aftësinë e tyre për të qëndruar bashkë kur gjithçka dukej se po shkatërrohej. Por për atë natë, për atë moment të çmuar, ata kishin shpresë. Dhe ndonjëherë, shpresa është gjithçka që na duhet për të bërë hapin tjetër. Shpresa e natës së kaluar zgjati saktësisht deri në mëngjesin pasardhës, kur realiteti filloi të tregonte kthetrat e tij të mprehta. Viktori kishte caktuar takime me specialistët më të mirë të lupusit në kryeqytet për Rozën, por kur Pietri u përpoq t'i caktonte për atë javë, zbuloi se agjendat ishin të mbushura plot. Më e afërta që mundën të gjenin ishte pas 3 javësh. 3 javë, përsëriti Viktori i pabesueshëm, duke ecur para dhe mbrapa në zyrën e tij. Roza nuk ka 3 javë për të pritur.
Shikojeni, Pietri. Çdo ditë që kalon ajo bëhet më e dobët. Pietri pshertiu. Mund të provoj specialistë të tjerë, por situata është e njëjtë në të gjithë qytetin. Jam profesionist shumë të kërkuar. Ose mund të provojmë në një qytet tjetër, por kjo do të nënkuptonte që Roza të udhëtonte, dhe nuk e di nëse ajo është në gjendje. A ka ndonjë specialist privat? Dikush që pret në klinikë private? Po, ka një. Doktor Luca Carmini. Ai konsiderohet një nga më të mirët në vend për sëmundjet autoimune. Por ai nuk pranon sigurime. Është shërbim plotësisht privat dhe kostot janë thelbësore. Nuk më interesojnë kostot. Cakto një takim me të. Për sot, nëse është e mundur. Pietri bëri telefonatat e nevojshme dhe duke përdorur emrin dhe ndikimin e Viktorit, arriti të caktoj një konsult për atë pasdite. Kur Roza u informua, ajo hezitoi. Zoti Aliu nuk e di nëse është e përshtatshme. Kjo duhet të kushtoj një pasuri. Roza, tha Viktori butësisht, ne biseduam për këtë dje. Ti pranove ndihmën time. Kështu, ju lutem, më lejoni të ndihmoj në mënyrën që di të bëj më mirë. Ajo pohoi me kokë me ngurim, por Viktori mund të shihte mirënjohjen e përzier me shqetësim në sytë e saj. Krenaria ishte diçka e vështirë për t'u kapërcyer, edhe kur nevoja ishte e madhe. Konsulta me doktor Carminin ndodhi në 3 të pasdites. Viktori këmbënguli ta shoqëronte Rozën personalisht, duke marrë gjithashtu Pietrin dhe Elenën. Klinika ishte elegante në një nga lagjet më fisnike të kryeqytetit dhe recepsioni dukej më shumë si një hotel me 5 yje sesa një klinikë mjekësore. Doktor Carmini ishte një burr i moshës së mesme, me flokë të thinjur dhe një prani që frymëzonte besim të menjëhershëm. Ai ekzaminoi Rozën për pothuajse 2 orë, kërkoi një sër analizash dhe më në fund I thiri të gjithë për të biseduar në zyrën e tij. Zonja Roza, filloi ai, zëri I tij serioz por I butë, do të jem I drejt për drejt me ju. Gjendja juaj është e rëndë. Lupusi është në fazë aktive dhe agresive. Nëse nuk e trajtojmë këtë menjëherë, zonja rrezikon dëmtim të përhershëm të veshkave, zemrës dhe sistemit nervor. Roza u zbe. Elena I shtrëngoi fort dorën. Por ka trajtim, vazhdoi mjeku. Me medikamentet e duhura, ndryshime në stilin e jetës dhe ndjekje të vazhdueshme, ne mund të kontrollojmë sëmundjen dhe t'ju japim një cilësi jete të shkëlqyer. Nuk do të jetë e lehtë dhe do të kërkoj kohë, por është plotësisht e mundur. Sa kohë? Pyeti Roza me zë të dobët. Për të stabilizuar gjendjen? Disa muaj. Për t'u siguruar që është nën kontroll? Ndoshta një vit trajtim intensiv dhe monitorim të vazhdueshëm. Po kostot? Doktori shikoi Viktorin para se të përgjigjej. Kjo do të diskutohet me zotin Aliu. Përgjegjësia juaj tani, zonja Roza, është të kujdeseni për veten dhe të ndiqni me rigorozitet trajtimin që do t'ju përshkruaj. Kur dolën nga klinika, Roza ishte më e zbehtë se kur hyri. Elena e mbështeste me kujdes dhe Viktori mund të shihte frikën në sytë e të dyjave. Një vit trajtim intensiv. 12 muaj që dukeshin si një amshim kur çdo ditë ishte tashmë një luftë. Në makinë, Roza më në fund u thye. Më falni, tha ajo, lotët I rridhnin. Më falni që jam një barë për të gjithë. Më falni që Elena duhet të kaloj këtë. Më falni për. Nën, ndalo, e ndërpreu Elena duke e përqafuar. Nuk je një barë. Kur nuk ke qenë. Dhe do ta kalojmë këtë bashkë. Viktori, I ulur në sediljen e përparme, u kthye për t'i parë. Roza, tha ai me vendosmëri, ti do të shërohesh. Do të bëjmë gjithçka që është e nevojshme. Dhe Elena do të kthehet në shkollë. Kjo është ajo që babai yt do të kishte dashur. Kjo është ajo që do të bëjmë. Roza pohoi me kokë përmes lotëve, por Viktori mund të shihte se ajo ende mbante një faj të thellë. Faji I nevojës për ndihmë. Faji I vajzës së saj që sakrifikonte të ardhmen e saj. Faji I të mosqenit aq e fortë sa për të zgjidhur gjithçka vetë. Ditën tjetër, Viktori dhe Pietri shkuan në shkollën ku studionte Elena. Gjimnazi shtetëror Skënderbeu ishte një ndërtesë e madhe dhe e vjetër, me mure të zbehura por ende imponuese. Viktori kërkoi të fliste me drejtoreshën, profesoreshën Agnesa Murati, një grua 50 e ca vjeçare e njohur për rreptësinë e saj me rregullore. Ajo I priti në zyrën e saj, duke u ulur pas një tavoline të mbuluar me letra.
Shpreja e saj ishte e dikujt që tashmë kishte marrë një vendim dhe nuk ishte e interesuar ta ndryshonte. Zoti Aliu, filloi ajo, e kuptoj shqetësimin tuaj për Elenën. Ajo ishte vërtet një nga nxënëset tona më të mira. Por rregullat janë të qarta. Ajo braktisi shkollën pa justifikim, humbi 3 javë mësime dhe provimesh. Nuk ka si të rikuperohet kjo. Dhe nëse japim justifikim mjekësor tani? Pyeti Viktori. Nëna e saj është rëndë e sëmur. Elena duhet të merrte përgjegjësi që asnjë adoleshente nuk duhet t'i ketë. E kuptoj situatën, u përgjigj Agnesa, por kjo nuk ndryshon faktin se afati për regjistrime dhe zëvendësime ka skaduar tashmë. Viti shkollor po mbaron. Edhe nëse doja të bëja një përjashtim, sistemi nuk e lejon. Pietri u përkul përpara. Me gjithë respektin, profesoresh Agnesa, po flasim për një nga nxënëset më të shkëlqyera që kjo shkollë ka pasur. Një vajzë që ka përfaqësuar vendin në gara ndërkombëtare. Sigurisht që ka ndonjë mënyrë për të fleksibilizuar rregullat për raste të jashtëzakonshme. Agnesa kryqëzoi krahët. Zotëri, nëse bëj përjashtim për Elenën, do të duhet të bëj për të gjithë nxënësit e tjerë në situata të vështira. Dhe ku do të përfundonte kjo? Rregullat ekzistojnë për një arsye. Viktori ndjeu frustrimin të rritej, por e mbajti zërin të qetë. Profesorja Agnesa, unë nuk po ju kërkoj të thyeni rregullat, po ju kërkoj të gjeni një zgjidhje brenda sistemin. Provime zëvendësuese, punë shtesë, çdo gjë që i lejon Elenës të rikuperojë atë që humbi. E pamundur. Nxënësit e tjerë i kanë bërë tashmë provimet. Do të ishte e padrejtë të jepje asaj një shans të dytë. Dhe është e drejtë, pyeti Viktori, zëri i tij duke u bërë më i ftohtë, të dënosh një vajzë të shkëlqyer të humbas të ardhmen e saj sepse po kujdesej për një nënë të sëmur? Ky është mesazhi që kjo shkollë dëshiron të përcjellë? Se edukimi është vetëm për ata, jetët e të cilëve janë perfekte dhe pa probleme? Agnesa heshti për një moment, qartazi e shqetësuar nga akuza, por nuk u tërhoq. Zoti Aliu, e kuptoj që ju keni burime dhe ndikim. Por nuk mund thjesht të blini një zgjidhje për këtë. Sistemi arsimor ka procedura dhe ato ekzistojnë për të mbrojtur të gjithë nxënësit. Nuk po përpiqem të blej asgjë, u përgjigj Viktori. Po luftoj për një vajzë që meriton një shans të dytë. Një vajzë, krimi i vetëm i së cilës ishte të donte nënën e saj aq sa për të sakrifikuar gjithçka për të. Agnesa mori frym thellë. Do të konsultohem me këshillin shkollor. Por nuk mund të premtoj asgjë. Dhe edhe nëse ata bien dakord, Elena do të duhej të bënte të gjitha provimet përfundimtare në më pak se 2 javë, si dhe të paraqiste punime. Dhe projekte që humbi. Është praktikisht e pamundur. Ajo do t'ja dalë, tha Viktori me bindje. Vetëm jepini asaj shansin. Kur dolën nga shkolla, Pietri tundi kokën. Ajo nuk do të lëshoj lehtë. E pash në sytë e saj. Atëherë do të duhet të jemi krijues, u përgjigj Viktori. Ai mori celularin e tij dhe telefonoi një nga kontaktet e tij më me ndikim në qytet, një antar të Këshillit Bashkiak të Arsimit. Nëse Agnesa nuk donte të ishte e arsyeshme, ai do të përdorte të gjitha mjetet në dispozicion. Ndërkohë, Elena ishte kthyer në restorant për t'i thënë Albanit se po jepte dorëheqjen. Ajo nuk i tregoi Viktorit për këtë, duke e ditur se ai do të kundërshtonte. Por ajo ndjente se duhej ta mbyllte atë kapitull vetëm në mënyrën dinjitoze që mundej. Albani nuk u gëzua nga lajmi. Mendon se mund të largohesh kështu? Pyeti ai me agresivitet duke i bllokuar daljen. Po ju njoftoj paraprakisht, tha Elena, duke u përpjekur të mbajë zërin të fortë pavarësisht frikës. Do të punoj edhe 1 javë nëse është e nevojshme. 1 javë? Albani qeshi me përbuzje. Ti më detyrohesh të paktën 1 muaj. Apo mendon se do të lë të braktisësh thjesht vendin tënd? Nuk është braktisje. Është një njoftim. Dhe nëse unë nuk pranoj? Dhe nëse unë telefonoj inspektoratin dhe denoncoj se ti punon ilegalisht këtu? Elena u zbe. Kjo ishte kërcënimi i tij më i madh, shpata që Albani gjithmonë e mbante mbi kokën e saj. Ti nuk do ta bëje këtë. Provoje të më sfidosh. Ishte në atë moment që Viktori hyri në restoran. Ai I kishte kërkuar Pietrit të mbante dik diskretisht duke vëzhguar Elenën, dhe kur mësoi se ajo kishte shkuar të përballej me Albanin, erdhi menjëherë. Ka ndonjë problem këtu?
Pyeti Viktori, zëri I tij I prerë si akulli. Albani u kthye, qartazi I habitur nga prania e një burri qartazi të pasur dhe të fuqishëm. Dhe kush je ti? Unë jam Viktor Aliu. Dhe Elena punon për mua. Ose më mirë, punonte. Sepse ajo sapo dha dorëheqjen nga ky institucion dhe ti do ta pranosh me hir. Albani u përpoq të rifitonte qetësinë. Kjo nuk është punë e jotja. Është midis meje dhe punonjëses sime. Punonjëses tënde të mitur duke punuar në orare ilegale, pa regjistrim të duhur, tha Viktori qetësisht. Jam I sigurt se autoritetet e punës do të ishin shumë të interesuara të dinin për këtë. Ashtu si organet e mbrojtjes së të miturve. Dhe inspektorati shëndetësor, me që jam këtu, vura re disa parregullsi në këtë institucion. Albani u skuq. Po më kërcënon? Po deklaroj fakte, u përgjigj Viktori. Elena largohet tani, pa punuar asnjë ditë më shumë këtu. Dhe ti do t'i paguash asaj gjithçka që I detyrohesh, duke përfshirë orët shtesë të papaguara. Ose do të kem shumë kënaqësi të bëj një sër telefonatash që do ta bëjnë jetën tënde jashtëzakonisht të vështirë. Menaxheri hezitoi, guximi I tij u zhduk para kërcënimit real. Ai shkoi te arka, nxori ca para dhe hodhi kartëmonedhat në drejtim të Elenës. Merri dhe ik. Dhe mos u kthe më këtu. Elena mori parat me duar drithëruese. Viktori I vuri një dorë mbrojtëse në shpatull dhe e udhëhoqi jashtë restorantit. Vetëm kur ishin në makinë ajo më në fund u rrëzua, duke qarë me dënesë. Kisha frikë prej ti, pranoi ajo mes lotësh. Çdo ditë kisha frikë. Por nuk mund të largohesha sepse kisha nevojë për para. E di, tha Viktori butësisht. Por tani nuk ke pse të kesh më frikë. Nga asgjë. Por shkolla, tha Elena, duke fshirë lotët. Drejtoresha nuk do të më ripranoj, apo jo? Ende po punoj për këtë. Dhe nëse ajo nuk më lejon? Dhe nëse unë humbas gjithçka gjithsesi? Viktori e shikoi drejt për drejt. Elena, do të them diçka. Kur fillova biznesin tim, para 40 vjetësh, askush nuk besonte se do t'ja dilja. Thanë se ishte e pamundur, se nuk kisha përvojë, se po ndërroja shumë. Por unë nuk hoqa dorë. Dhe e di pse? Pse? Sepse zbulova se fjala e pamundur ekziston vetëm për ata që heqin dorë para se të provojnë të gjitha opsionet. Dhe unë ende nuk I kam provuar të gjitha opsionet për ty as afër. Në ditët në vijim, Viktori mobilizoi çdo kontakt që kishte. Telefonoi antar të Këshillit të Arsimit, politikan që I kishte mbështetur ndër vite, biznesmen me ndikim që kishin lidhje me sistemin arsimor. Ai nuk ishte mësuar të kërkonte favore, por zbuloi se kur kauza ishte e drejtë, krenaria ishte diçka që mund të gëlltitej. Më në fund, pas një jave presioni të vazhdueshëm, Agnesa Murati telefonoi. Zëri I saj ishte I tensionuar, por I dorëzuar. Këshilli shkollor ra dakord të bëjë një përjashtim. Elena mund të kthehet. Por do të duhet të bëjë të gjitha provimet përfundimtare në 2 javë, pa asnjë lehtësim apo ndihmë shtesë. Nëse ajo nuk merr notat e nevojshme, ripranimi do të anulohet automatikisht. Ajo do t'ja dalë, tha Viktori me bindje që nuk e dinte nëse e ndjente vërtet. Shpresojmë që po, u përgjigj Agnesa. Për të, shpresoj vërtet që po. Kur Viktori I dha lajmin Elenës, ajo qëndroi në heshtje për një moment të gjatë. Pastaj bëri pyetjen që e torturonte. Si do ta bëj këtë? Janë 3 javë lëndësh që kam humbur. Provime nga të gjitha lëndët. Punime, projekte. Është e pamundur t'i bëj të gjitha. Në 2 javë ndërsa ende kujdesem për nënën time. Nuk do ta bësh vetëm, tha Viktori. Do të punësojmë tutorët më të mirë që mund të gjejmë. Profesor privat për çdo lëndë. Ata do të vinë në shtëpinë tënde, do të punojnë me ty aq orë sa të jetë e nevojshme. Dhe sa për kujdesin ndaj nënës tënde, do të punësojmë një infermiere për të ndihmuar. Jo për të zëvendësuar ty, por për të dhënë mbështetje. Elena filloi të qante përsëri, por këtë herë ishin lot mirënjohje të përziera me lodhje. Pse po bën gjithë këtë për ne? Viktori mendoi për letrat, për kapiten Robert Shallën, për 50 vjet borxh të pashlyer. Mendoi për nënën e tij, si ato fjalë mirësie e kishin mbajtur gjallë. Mendoi për Markon, si do të ishte sikur dikush të kishte ndihmuar familjen e tij kur kishin më shumë nevojë.
Sepse është gjëja e duhur për të bërë, u përgjigj ai më në fund. Dhe sepse ju e meritoni. Por thellë, Viktori e dinte se kishte më shumë. Kishte ndjenjen se, për herë të parë në dekada, jeta e tij kishte një qëllim të vërtetë. Nuk ishte përpara apo sukses biznesi. Ishte për të bërë një ndryshim të prekshëm në jetën e njerëzve që kishin vërtet rëndësi. Ishte për lidhje. Për të shlyer borxhe jo vetëm financiare, por morale dhe emocionale. Ishte për të zbuluar se, edhe në moshën 62 vjeç, kishte ende kohë për të qenë më shumë se thjesht një burr i pasur dhe i vetmuar. Kishte kohë për të qenë dikush që kishte rëndësi. Dikush që bënte ndryshim. Dikush që, kur të largohej nga kjo botë, do të linte më shumë se sa thjesht një perandori financiare. Do të linte jetë të transformuara. Dhe ndërsa vëzhgonte Elenën të fshinte lotët dhe të ngrinte fytyrën me vendosmëri të ri për të rirë, Viktori e dinte se ishte vetëm në fillim të këtij udhëtimi. Se do të kishte më shumë pengesa, më shumë sfida, më shumë momente kur gjithçka do të dukej e pamundur. Por gjithashtu e dinte, me një siguri që nuk e kishte ndjerë prej vitesh, se do të vlente. Çdo sekond, çdo përpjekje, çdo lot dhe çdo fitore. Gjithçka do të vlente. Sepse ndonjëherë, trashëgimia më e mirë që mund të lëmë nuk janë parat apo pronat. Është siguria se kemi bërë një ndryshim. Se kemi pasur rëndësi. Se kalimi ynë nëpër këtë botë i ka lënë gjërat pak më mirë se sa i gjetëm. Dhe Viktor Aliu ishte i vendosur të linte pikërisht këtë. Pa marrë parasysh sa do të kushtonte apo sa kohë do të merrte. Ai do ta shite Elenën të kthehej në shkollë, Rozën të shërohej dhe atë familje të nderoj kujtimin e kapiten Robert Shalës në mënyrën që ai meritonte të nderohej. Me dinjitet, me shpresë dhe me një të ardhme të shkëlqyer përpara. 2 javët në vijim ishin një vorbull aktiviteti. Viktori punsoi 5 profesor privat, secili specialist në fushën e tij. Ata ndëroheshin në shtëpinë e Rozës dhe Elenës duke dhënë mësim matematik, fizik, kimi, shqip dhe histori. Dhoma e vogël e apartamentit u shndërrua në një klasë të improvizuar, me libra të grumbulluar anash dhe shënime të ngjitura në mure. Elena studionte 16 orë në ditë. Zgjohej në 5 të mëngjesit, studionte deri në mesnatë, ndalonte vetëm për vakte të shpejta dhe për të kaluar pak kohë me nënën e saj. Profesorët mbetën të impresionuar me aftësinë e saj për të absorbuar. Edhe pas 3 javësh mungese, ajo arrinte të rikuperonte përmbajtjen me një shpejtësi të habitshme. Por përpjekja merrte çmimin e saj. Elena humbiste peshë shpejt, zhvillonte rrath të thellë nën sy dhe her pas here kishte kriza qaje kur mendonte se askush nuk po e shite. Viktori kalonte çdo ditë në apartament duke vëzhguar diskretisht, duke u siguruar se ajo kishte gjithçka që i duhej. Roza, nga ana tjetër, filloi trajtimin. Infermierja që Viktori kishte punësuar, një grua e sjellshme e quajtur Ana, vinte 3 herë në javë për të administruar medikamentet dhe për të monitoruar shenjat vitale. Roza tregonte përmirësim të ngadaltë por të vazhdueshëm. Dhimbjet u zvogëluan, ajo arrinte të flinte më mirë dhe pak ngjyrë i kthehej në fytyrë. Duket se po funksionon, tha Roza një pasdite, e ulur në balkonin e vogël të apartamentit me Viktorin. Trajtimi. Po ndihem pak më mirë çdo ditë. Është një proces, u përgjigj Viktori. Doktor Carmini tha se do të kërkoj kohë, por ti je në rrugën e duhur. Roza shikoi brenda apartamentit, ku Elena ishte e përkulur mbi një tjetër libër, shpreha e saj e tensionuar e përqendrimit. Jam e shqetësuar për të. Po përpiqet shumë. Kam frikë se, edhe nëse ajo kalon provimet, përpjekja do të ketë shkatëruar diçka brenda saj. Ajo është më e fortë se sa imagjinoni, tha Viktori. Ashtu si ju. Roza buzëqeshi me trishtim. Babai im thoshte këtë. Se forca nuk është të mos biesh kurrë, por të ngrihesh gjithmonë. Por po kur nuk kemi më forcë për të ngritur, atëherë njerëzit rreth nesh na ndihmojnë të qëndrojmë në këmbë, u përgjigj Viktori. Atëherë zbulojmë se nuk jemi vetëm. Ishte në mbrëmjen e 10 të studimit kur ndodhi kriza e parë e madhe. Elena po bënte një ushtrim. Veçanërisht të vështirë llogaritjeje kur, papritur, hodhi lapsin larg dhe filloi të qante pa kontroll. Nuk mundem, bërtiti ajo, zëri i saj duke u thyer. Është shumë. Është e pamundur. Do të ngel dhe do të humbas gjithçka gjithsesi, atëherë pse po e vras veten kështu?
Profesori i matematikës, Pietri, i cili për rastësi kishte të njëjtin emër me asistentin e Viktorit, por nuk ishte i njëjti person, u përpoq ta qetësonte, por Elena ishte përtej pikës së ngushëllimit. Roza erdhi me vrap nga dhoma, duke injoruar dhimbjen në kyçet e saj dhe përqafoi vajzën. Gjithçka është mirë, vajza ime. Nëse është shumë, mund të ndalosh. Shëndeti yt është më i rëndësishëm se çdo provim. Jo. Bërtiti Elena. Nuk mund të ndaloj. Jo pas gjithçkaje që Zoti Aliu bëri. Jo pasi ti më në fund po përmirësohesh. Duhet t'ja dal. Duhet. Por ajo vazhdoi të qante dhe Roza thjesht e mbajti, lotët e saj filluan të rridhnin. Profesori u largua diskretisht duke i telefonuar Viktorit për ta informuar për situatën. Viktori mbërriti 20 minuta më vonë. Gjeti nënën dhe vajzën ende të përqafuara në dyshemen e dhomës së ndenjes, të rrethuara nga libra dhe letra të shpërndara. Ai ul pranë tyre dhe priti derisa Elena u qetësua para se të fliste. Elena, duhet të dëgjosh diçka, tha Viktori butësisht. Ti nuk po e bën këtë për mua. Nuk po e bën këtë për të shlyer një borxh apo për të përmbushur pritshmëri. Po e bën këtë për veten tënde. Për të ardhmen tënde. Dhe nëse është shumë, nëse është e paqëndrueshme, atëherë do të gjejmë një rrugë tjetër. Nuk ka rrugë tjetër, tha Elena, zëri i saj i ngjirur nga të qarat. Nëse nuk i kaloj këto provime, humbas bursën universitare. Nëse humbas bursën, humbas të ardhmen time. Është kaq e thjeshtë. Asgjë nuk është kaq e thjeshtë, u përgjigj Viktori. Gjithmonë ka rrugë të tjera. Plane të tjera. Mundësi të tjera. Por jo nëse shkatëron veten duke u përpjekur të ndjekësh vetëm një prej tyre. Ai mori një nga librat nga dyshemeja dhe e hapi. Shikoni këtë. Matematik. Ti gjithmonë ke qenë e shkëlqyer në matematik. Ke fituar gara kombëtare. Kjo përmbajtje është në kokën tënde, Elena. Ti thjesht je aq e lodhur sa nuk mund ta aksesosh tani. Kam kaq shumë frikë, pranoi ajo. Frikë se do të dështoj. Frikë se do të zhgënjej të gjithë. Frikë se gjithë kjo ka qenë e kodh. Viktori shikoi Rozën, e cila pohoi lehtë. Pastaj mori një vendim. Nesër nuk do të ketë studim. Ti do të pushosh. Do të flesh deri vonë, do të shëtitësh, do të bësh çdo gjë përveç se të shohësh libra. Dhe pas nesër do të fillojmë përsëri, por ndryshe. Më pak orë, më shumë efikasitet. Cilësi mbi sasi. Por kanë mbetur vetëm 5 ditë deri në provime, protestoi Elena. Dhe 5 ditë janë më shumë se të mjaftueshme nëse je e pushuar dhe e fokusuar. Por nëse vazhdon kështu, do të hysh në sallën e provimit aq e lodhur sa nuk do të mund të mbash mend as emrin tënd. Roza ra dakord. Ai ka të drejtë, vajza. Ti duhet të pushosh. Elena hezitoi, por më në fund pohoi me kokë. Viktori i ndihmoi të dyja të ngriheshin dhe qëndroi aty derisa u sigurua që Elena kishte shkuar të flinte. Pastaj, para se të largohej, bisedoi shpejt me Rozën në kuzhinë. Ajo do t'ja dal, Roza? Pyeti Viktori, duke zbuluar për herë të parë pasigurinë e tij. Roza shikoi korridorin ku ishte dhoma e vajzës. Ajo është si babai. Kur vendos të bëj diçka, nuk ka asgjë që e ndalon. Dhe ajo ka vendosur t'i kaloj këto provime. Kështu që po, ajo do t'ja dal. Pyetja është me çfarë kostoje. Dhe ishte atë natë, kur Viktori kthehej në vilën e tij të zbrazët, që ai kuptoi sa të rëndësishme ishin bërë ato 2 gra për të. Nuk ishin thjesht objekte të bamirësisë së tij apo borxhe morale për t'u shlyer. Ishin njerëz për të cilët ai vërtet kujdesej, vuajtja e të cilëve e prekte, suksesi i të cilëve kishte rëndësi të thellë për të. Ai mendoi për Markon, si do të kishte qenë të kishte vëllain pranë tij gjithë ato vite. Mendoi për nënën e tij, si do të kishte dashur të njihte Elenën dhe Rozën, si do të ishte krenar të shite mbesën e kapiten Shalës duke u bërë një vajzë kaq e jashtëzakonshme. Dhe për herë të parë që kur humbi Markon, Viktori ndjeu se kishte përsëri një familje. Jo të gjakut, por të zgjedhjes. Të lidhjes. Të qëllimit të përbashkët. Ditën tjetër, siç ishte premtuar, Elena pushoi. Viktori u shfaq në mëngjes me një surprizë, bileta për kopshtin zoologjik të kryeqytetit.
Roza fillimisht protestoi duke thënë se nuk ndihej aq mirë, por Viktori Këmbënguli dhe Ana, infermierja, garantoi se Roza ishte në gjendje të bënte një shëtitje të lehtë. Ishte një ditë e çuditshme dhe e mrekullueshme. Viktori nuk kishte shkuar në një kopsht zoologjik prej dekadash dhe të vëzhgojë Elenën duke u qetësuar ngadalë ndërsa vëzhgonte kafshët ishte një nga përvojat më shpërblyese që kishte pasur në vite. Roza gjithashtu duke i rigjallëruar, duke qeshur me disa shakat dhe majmunëve dhe duke bërë foto me një celular të thjeshtë që Viktori i kishte dhënë asaj. Për disa orë, ata nuk ishin 1 milioner dhe të mbrojturat e tij. Ishin thjesht 3 njerëz që ndanin një moment gëzimi të thjesht mes kaosit të jetëve të tyre. Faleminderit, i tha Elena Viktorit ndërsa vëzhgonin flamingot. Që më bëre të harroj për një moment sa e tmerruar jam. Frika është pjesë e saj, u përgjigj Viktori. Por nuk mund të jetë gjithçka që ndjen. Përndryshe, edhe nëse i kalon provimet, frika do të ketë vjedhur gëzimin e arritjes. Kur u kthyen në shtëpi, Elena dukej një person tjetër. Më e lehtë, më e qëndruar. Dhe kur i filloi studimet ditën tjetër, qasja e saj ndryshoi. Ishte më e fokusuar, më efikase, nuk po përpiqej të absorbonte gjithçka menjëherë, por po prioritarizonte atë që ishte më e rëndësishme. Profesorët e vunë re menjëherë ndryshimin. Ajo është gati, i tha profesori i fizikës Viktorit. Ndoshta nuk di absolutisht gjithçka, por di mjaftueshëm dhe ka besim. Kjo vlen shumë. Ditët kaluan shpejt. 3 ditë para provimeve, Roza kishte një konsult kontrolli me doktor Karminin. Viktori Këmbënguli të shkonte bashk dhe ajo që dëgjuan ishte inkurajuese. Markadorët inflamator po ulen ndjeshëm, shpjegoi mjeku. Trajtimi po funksionon më mirë se sa prisja. Nëse vazhdojmë kështu, brenda disa muajsh zonja Roza do të jetë në remision pothuajse të plotë. Roza filloi të qante nga lehtësimi. Ana, e cila gjithashtu ishte e pranishme, i shtrëngoi dorën me dashuri. Viktori ndjente një kënaqësi të thellë. Po funksiononte. Gjithçka po funksiononte. Por jeta ka një mënyrë mizore për të na kujtuar se asgjë nuk është e garantuar. Në mbrëmjen para ditës së parë të provimeve, Roza u zgjua me dhimbje të forta në gjoks. Elena e gjeti në banjë, të zbetë dhe duke djersitur ftohtë, mezi merrte frym. Ajo telefonoi menjëherë Anën, e cila i udhëzoi të thirrnin një ambulancë. Viktori mori telefonatën në 2 të mëngjesit. Ai ishte në spital 20 minuta më vonë, ende me pijame në një pallto të hedhur shpejt sipër. Gjeti Elenën në sallën e pritjes, duke u dridhur jo nga të ftohtit, por nga frika. Ajo ishte mirë sot, tha Elena, zëri i saj bosh. Ishte kaq mirë. Duke qeshur, duke bërë plane. Si mund të jetë kështu tani? Viktori nuk kishte përgjigje. Thjesht u ul pranë saj dhe priti. Ana mbërriti menjëherë pas, e ndjekur nga Pietri me rroba dhe kafe për të gjithë. Orët kaluan ngadalë. Mjekët hynin e dilnin, shprehjet e tyre profesionale nuk zbulonin asgjë. Më në fund, në 5 të mëngjesit, u shfaq doktor Karmini. Viktori nuk e dinte se ai ishte thirrur, por falenderoi në heshtje për praninë e mjekut. Ajo pati një krizë akute, shpjegoi doktori. Një reakcion anësor ndaj njërit prej medikamenteve. Është e rrallë, por ndodh. Na u desh ta stabilizonim dhe të ndryshonim protokollin e trajtimit. Ajo do të jetë mirë? Pyeti Elena, zëri i saj duke u thyer. Po, siguroi mjeku. Por do të duhet të qëndrojë hospitalizuar për disa ditë për monitorim. Është një masë parandaluese. Mund ta shoh? Mund, por ajo është duke fjetur tani. Sedativet ende po bëjnë efekt. Elena shikoi orën. 7 e mëngjesit. Provimet fillonin në 9. Ajo kishte 2 orë për të shkuar në shtëpi, për të rregulluar dhe për të mbërritur në shkollë. Por si mund ta bënte këtë? Si mund ta linte nënën e saj në spital dhe të shkonte të bënte një provim sikur asgjë nuk kishte ndodhur? Unë nuk mundem, tha ajo, lotët i rridhnin në fytyrë. Nuk mund ta lë këtu vetëm. Nuk ka rëndësi provimet. Asgjë nuk ka rëndësi nëse ajo nuk është mirë. Viktori i vuri duart në shpatulla. Elena, më shiko. Nëna jote është e stabilizuar. Mjekët po kujdesen për të. Dhe e di çfarë do të dëshiroj ajo kur të zgjohet? Ajo do të dëshiroj të di nëse ti shkove ti bësh ato provime.
Nëse ti heq dorë tani, do t'ja thyesh zemrën. Por po sikur të ndodh diçka ndërsa unë jam atje? Asgjë nuk do të ndodh, ndërhyri doktor Carmini. Dhe nëse diçka ndryshon, unë personalisht do të telefonoj. Por nëna jote është jashtë rrezikut tani. Më e keqja ka kaluar. Elena shikoi anën duke kërkuar konfirmim. Infermierja pohoi me kokë. Ajo është e stabilizuar, e dashur. Unë do të qëndroj këtu gjatë gjithë kohës. Nuk do të largohem nga ana e saj as për 1 minutë. Edhe unë qëndroj, shtoi Viktori. Pietri do ta çojë në shtëpi për t'u rregulluar dhe pastaj në shkollë. Dhe unë do të qëndroj këtu. Nëse nëna jote zgjohet, unë do të jem këtu. Premtoj. Elena hezitoi, e ndar mes detyrës filiale dhe përgjegjësisë për të ardhmen e saj. Më në fund, shikoi doktor Carminin. Ajo vërtet është jashtë rrezikut? Vërtet. E ke fjalën time. Elena mori frym thellë dhe pohoi me kokë. Mirë. Do t'i bëj provimet. Për të. Sepse e di që kjo është ajo që ajo dëshiron. Pietri e çoi në shtëpi. Ajo bëri një dush të shpejt, veshi uniformën shkollore dhe mori materialet e saj. Gjatë gjithë rrugës për në shkollë, mbeti në heshtje, duke parë nga dritarja, qartazi jo e pranishme mendërisht. Kur mbërritën në shkollë, Pietri i shtrëngoi dorën për një moment. Ti Adel, kujto gjithçka që ke studiuar. Kujto pse po e bën këtë. Elena pohoi. Me kokë dhe doli nga makina. Eci drejt hyrjes së shkollës si një person në trans, nxënës të tjerë kalonin pranë saj, duke biseduar me entuziazëm, të nervozuar për provimet, por pa mbajtur peshën që mbante ajo. Ajo hyri në sallë, u ul në bankën e saj dhe shikoi letrën e bardhë para saj. Profesorja filloi të shpërndante provimet. Dhe atëherë, Elena mbylli sytë dhe mori frym thellë. Mendoi për nënën e saj duke fjetur në spital. Mendoi për baban e saj, të cilin e kishte humbur 5 vjet më parë. Mendoi për gjyshin e saj, kapiten Robert Shallen, të cilin e kishte njohur kur ishte fëmijë, një burr që gjithmonë fliste për nderin, detyrën dhe bërjen e asaj që ishte e drejtë edhe kur ishte e vështirë. Dhe mendoi për Viktorin, një i panjohur që ishte bërë speranca e saj më e madhe, që besonte tek ajo kur ajo vetë dyshonte. Kur hapi syt, kishte një qartësi të re aty. Ajo mori stilolapsin, lexoi pyetjen e parë dhe filloi të shkruante. Dhe ndërsa ajo shkruante, në spital, Roza më në fund u zgjua. Pyetja e saj e parë ishte për Elenën. Viktori i shtrëngoi dorën dhe tha se Elena po bënte pikërisht atë që duhej të bënte. Duke luftuar. Duke këmbëngulur. Duke nderoj gjithçka që Roza i kishte mësuar. Roza buzëqeshi përmes dobësisë. Ajo është e fortë, pëshpëriti. Si babai. Si gjyshi. Po, Viktori ra dakord. Dhe si ti, sepse ndonjëherë forca nuk është të mos biesh kurrë. Është të ngrihesh sa herë që biem. Është të vazhdosh edhe kur çdo fije e qenies son dëshiron të heqë dorë. Është të besosh se dielli do të lindë përsëri, edhe në natën më të errët. Dhe ndërsa Elena përballej me provimin e saj të parë të asaj dite vendimtare, të gjithë ata që e donin mbanin frymën, duke brohoritur, duke pritur, duke besuar. Sepse nëse kishte diçka që ato javë të fundit kishin provuar, ishte se mrekullit ndodhin. Jo në mënyrën që presim, jo pa dhimbje apo sakrificë, por ndodhin. Dhe ndonjëherë, gjithçka që duhet të bëjmë është të kemi guximin e mjaftueshëm për të bërë edhe një hap. Dhe pastaj edhe një. Dhe edhe një. Derisa, pa pritur, të shohim pas dhe të kuptojmë sa larg kemi mbërritur. Dhe Elena ishte gati të zbulonte pikërisht sa larg mund ta çonte guximi i saj. Elena bëri 6 provime gjatë 3 ditëve. Çdo mëngjes ajo zgjohej, vizitonte shpejt nënën e saj në spital, kur Roza insistonte që ajo të shkonte direkt në shkollë dhe pastaj përballej me orë të tjera provimesh intensive. Në mbrëmje, kthehej në spital, studionte për provimin e ditës tjetër pranë shtratit të Rozës dhe flinte vetëm disa orë para se të fillonte gjithçka përsëri. Ishin 3 ditët më të vështira të jetës së saj. Por sa herë që ndjente se do të hiqte dorë, shikonte nënën e saj, shite Viktorin ulur aty me besnikëri duke mbajtur premtimin e tij për të mos e lënë vetëm, dhe gjente forcë për të vazhduar. Në mëngjesin e ditës së 4, Roza më në fund u lëshua nga spitali. Doktor Carmini i kishte rregulluar medikamentet dhe ajo ishte përsëri e stabilizuar.
Viktori këmbënguli t'i çonte personalisht në shtëpi dhe kur hyn në apartament, gjetën diçka të papritur. Hapësira ishte transformuar. Jo në mënyrë drastike, por kishte lule të freskëta në vazo, frigoriferi ishte plot me ushqime të shëndetshme dhe ushqyese, dhe kishte një karrige të re dhe të rehatshme në dhomën e ndenjes, perfekte për Rozën të pushonte. Pietri e bëri këtë, shpjegoi Viktori kur pa shprehjen e tyre të habitur. Ai mendonte se ju meritonit të ktheheshit në një shtëpi mikpritëse. Roza filloi të qante përsëri. Ajo qante shumë kohët e fundit, por tani ishin lot mirënjohjeje, jo dëshpërimi. Si mund t'i shpërblejmë ndonjëherë të gjitha këto? Nuk keni nevojë të shpërbleni asgjë, tha Viktori. Thjesht jini mirë. Kjo është gjithçka që më duhet. Elena, e lodhur por e lehtësuar që kishte nënën në shtëpi, më në fund e lejoi veten të relaksoj. Provimet ishin bërë. Tani ishte vetëm të pritej për rezultatet, të cilat do të shpalleshin pas një jave. Ajo javë ishte çuditërisht e qetë. Roza vazhdoi trajtimin, tani me një protokoll të rregulluar që nuk shkaktonte reagime anësore të mëparshme. Elena flinte, duke u rikuperuar nga javët e përpjekjeve ekstreme. Dhe Viktori, për herë të parë në dekada, e gjeti veten duke vizituar atë apartament modest pothuajse çdo ditë, jo nga detyrimi, por sepse vërtet donte të ishte aty. Ai darkonte me to, bisedonte për gjëra të thjeshta, dëgjonte historitë e Rozës për baban e saj, kapitenin, dhe për burrin e saj, Gjonin. Ai e njohu Elenën jo vetëm si nxënësen e shkëlqyer, por si të ren që adhuronte filmat e vjetër, që kishte një sens humori të thatë kur ishte e relaksuar, që ëndërronte jo vetëm të bëhej inxhiniere, por të përdorte edukimin e saj për të ndihmuar komunitetet në nevojë. Dhe çdo ditë, Viktori ndjente zbrazëtim që kishte mbartur prej kohësh duke u mbushur, jo me gjeste të mëdha apo arritje monumentale, por me momente të thjeshta të lidhjes së vërtet njerëzore. Ishte Pietri që solli lajmin, një javë më vonë. Ai I telefonoi Viktorit herët në mëngjes, zëri I tij përmbante një emocion të papërmbajtur. Zoti Aliu, sapo mora një telefonat nga shkolla. Dhe Elena kaloi. Në të gjitha provimet. Jo vetëm që kaloi, zotëri. Ajo zuri vendin e parë në 4 nga 6 lëndët. Notat e saj ishin të jashtëzakonshme. Viktori ndjeu një val lehtësimi dhe krenarie aq të fortë sa ju desh të ulej. Edhe pse kishte besuar tek Elena, një pjesë e tij kishte dyshuar nëse ajo do të arrinte të kapërcente të gjitha vështirësitë. Bursa universitare u rivendos. Koordinatorja e universitetit tashmë ka telefonuar duke konfirmuar se vendi I saj është I garantuar për semestrin e ardhshëm. Viktori menjëherë telefonoi Rozën, e cila gjithashtu sapo kishte marrë telefonatën nga shkolla. Ajo po qante, qeshte dhe po përpiqej të fliste gjithçka në të njëjtën kohë. Elena kishte shkuar të blinte bukë dhe ende nuk e dinte, por Roza po shpërthente nga krenaria dhe gëzimi. Kur Elena u kthye dhe u informua, reagimi I saj ishte ndryshe. Ajo nuk kërceu, nuk bërtiti. Thjesht qëndroi aty në mes të dhomës duke përpunuar informacionin. Pastaj, ngadalë, një buzëqeshje filloi të formohej në fytyrën e saj. Një buzëqeshje e sinqertë, e para në muaj. Ja dola, tha ajo butësisht, sikur mezi mund të besonte. Vërtet ja dola. Gjithmonë e dinim që do t'ja dilje, tha Roza, duke përqafuar vajzën. Viktori mbërriti një orë më vonë, duke sjellë me vete një kuti të vogël. Brenda ishte një stilolaps, I thjesht por elegant. I përkiste vëllait tim Marko, shpjegoi ai. Ai e përdorte për të shkruar letra në shtëpi. Dua që ta kesh ti, Elena. Për të kujtuar se gjithmonë ka dikë që të mbështet, edhe kur kohët janë të vështira. Elena mori stilolapsin me respekt, duart I dridheshin lehtë. Nuk do ta harroj kur atë që bëte për ne. Kur? Thjesht premto se do ta përdorësh këtë edukim për të bërë një ndryshim në botë. Kjo është gjithçka që kërkoj. Premtoj. Në javët në vijim, Viktori filloi zyrtarisht të aktivizonte fondin që nëna e tij kishte krijuar dekada më parë. Me ndihmën e Pietrit dhe të një ekipi avokatësh, ai strukturoi një fondacion të përshtatshëm me statute, qëllime të qarta dhe burime thelbësore. Dhe siç ishte premtuar, I ofroi Rozës pozicionin e drejtoreshës së projektit. Por jo menjëherë. Së pari, ajo duhej të rikuperohej plotësisht. 6 muajt e ardhshëm do t'i kushtoheshin trajtimit dhe rehabilitimit të saj.
Gjatë kësaj kohe, Viktori punsoi konsulent për të përgatitur Rozën për pozicionin. Ajo do të mësonte për menaxhimin e fondeve, për mënyrën si të vlerësonte rastet dhe nevojat, për aspektet ligjore të ndihmës së familjeve vulnerabël. Nuk do të ishte një punë simbolike. Do të ishte reale, sfiduese dhe e rëndësishme. Roza absorbonte gjithçka me një përkushtim të egër. Viktori shite tek ajo të njëjtin shkëlqim që shite tek Elena. Të njëjtën vendosmëri, të njëjtin refuzim për të pranuar kufizime. Shëndeti i Rozës përmirësohej vazhdimisht. Lupusi, megjithse ende i pranishëm, ishte nën kontroll. Ajo fitonte peshë, rikuperonte energji dhe më e rëndësishmja, rikuperonte shpresën. Muajt kaluan. Elena u kthye në shkollë, tani jo më e mbingarkuar, duke mundur të ishte thjesht një adoleshente që ndiqte vitin e fundit. Ajo u rilidh me miq, mori pjesë përsëri në klube akademike dhe ngadalë rindërtoi jetën që kishte sakrifikuar. Viktori, nga ana tjetër, e gjeti veten të ndryshuar. Vila e tij nuk dukej më aq bosh. Jo sepse e kishte mbushur me gjëra, por sepse zemra e tij ishte më e plotë. Ai kishte qëllim, kishte lidhje, kishte njerëz që kishin rëndësi. Her pas here, ai ende kishte pagjumësi. Por tani, kur nuk mund të flinte, nuk endej vetëm nëpër korridoret e ftohta. Telefononte Rozën ose Elenën, bisedonte për gjëra të thjeshta dhe pastaj flinte qetësisht, duke e ditur se bënte një ndryshim në jetën e dikujt. Ishte gjatë dimrit, 6 muaj pas asaj agimi fatkeq në kuzhinë, që Roza më në fund mori zyrtarisht detyrën e saj në fondacion. Ceremonia ishte e vogël, vetëm me njerëz të afërt, por për Rozën ishte monumentale. Viktori e prezantoi atë me ekipin e vogël që ishte punësuar për ta ndihmuar. Nuk ishin shumë, vetëm 3 persona, por ishin të përkushtuar dhe ndanin vizionin për të ndihmuar familjet e veteranëve. Roza bëri një fjalim të shkurtër, zëri i saj i fortë pavarësisht emocionit. Babai im gjithmonë thoshte se shërbimi ndaj vendit nuk mbaronte kur hiqje uniformën. Se nderi i vërtet ishte të vazhdoje të shërbeje në çdo mënyrë të mundshme. Ai e jetoi këtë deri në ditën e tij të fundit. Dhe tani, është radha ime të nderoj këtë trashëgimi. Jo vetëm kujtimin e tij, por kujtimin e të gjithë atyre që shërbyen dhe sakrifikuan. Dhe të familjeve të tyre që gjithashtu sakrifikuan aq shumë. Viktori ndjeu lot në sytë e tij ndërsa dëgjonte. Mendoi për Markon, si do të ishte krenar për atë moment. Mendoi për nënën e tij, si do të kishte dashur të njihte Rozën dhe Elenën. Dhe mendoi për letrat, për ato fjalë të sjellshme që një kapiten kishte shkruar dekada më parë, pa e ditur se po mbillnin fara që do të lulëzonin gjysmë shekulli më vonë në një mënyrë që askush nuk mund ta kishte parashikuar. Muajt vazhduan të kalonin. Elena po përgatitej për provimet e maturës, duke studiuar tani me ekuilibër dhe gëzim, jo me dëshpërim. Roza punonte pa u lodhur në fondacion, duke ndihmuar tashmë familjet e saj të para, duke zbuluar se kishte një talent natyral për punën. Dhe Viktori vëzhgonte gjithçka, duke u ndjerë më i gjallë se sa ishte ndjerë prej dekadash. Ishte në fund të nëntorit, pothuajse një vit pas asaj takimi në kuzhinë, që erdhi dita e diplomimit të Elenës. Ngjarja do të mbahej në auditorin e shkollës dhe të gjithë nxënësit e vitit të fundit do të merrnin pjesë. Viktori mori një ftesë të veçantë, jo vetëm si i ftuar, por si folës. Drejtoresha Agnesa, e cila fillimisht kishte qenë aq rezistente ndaj ndihmës së Elenës, kishte ndryshuar mendim pasi kishte dëshmuar transformimin e vajzës. Ajo i kishte kërkuar Viktorit të fliste për vendosmërinë dhe kapërcimin. Por Viktori refuzoi me sjellje. Nuk jam unë ai që duhet të flas, tha ai. Është Elena. Historia e saj duhet të tregohet. Agnesa ra dakord dhe Elena u zgjodh për të mbajtur fjalimin e diplomimit si përfaqësuese e klasës. Ajo u nervozua kur e mori vesh, por Roza dhe Viktori e inkurajuan. Ti ke një histori që duhet të dëgjohet, tha Viktori. Një histori për sakrificën, për dashurinë, për mos heqjen dorë edhe kur gjithçka duket e pamundur. Njerëzit duhet ta dëgjojnë këtë. Mbrëmja e diplomimit erdhi. Auditoriumi ishte plot me familjar, miq dhe profesor. Elena priste në prapasken, fustani i saj i diplomimit i thjesht por i bukur, diploma e saj gati për t'u dorëzuar. Roza ishte në rreshtin e parë, e shkëlqyer nga krenaria, shëndeti i saj i rikthyer në atë pikë sa pothuajse askush nuk do të besonte se ajo kishte qenë aq e sëmur një vit më parë. Viktori u ul pranë saj, Pietri në anën tjetër.
Kur erdhi koha që Elena të fliste, ajo u ngjit në skenë me një elegancë të qetë. Shikoi publikun, gjeti sytë e nënës së saj dhe të Viktorit dhe filloi. Kur mendojmë për suksesin, tha ajo, zëri i saj i qartë duke jehuar në auditor, zakonisht mendojmë për arritje individuale. Nota perfekte. Çmime të fituara. Konkurse të fituara. Unë i kisha të gjitha këto. Dhe pastaj, pothuajse humba gjithçka. Ajo bëri një pauzë, duke lënë fjalët të rezonojnë. Para një viti, nëna ime u sëmur. Dhe unë mora një vendim. Braktisa shkollën. Braktisa ëndrat e mia sepse çfarë është një ëndër individuale kur personi që do më shumë po vuan? Roza fshiu lotët diskretisht. Por pastaj mësova diçka. Mësova se suksesi nuk është vetëm ajo që arrim vetë. Është për njerëzit që na ndihmojnë të ngrihemi kur biem. Është për mirësinë e të panjohurve që bëhen familje. Është për borxhet morale që te i kalojnë brezat. Elena shikoi drejt për drejt Viktorin. Gjyshi im, të cilin nuk e kam njohur mirë, por trashëgimin e të cilit e mbarth, njëherë shkroi letra për një nën që kishte humbur një djalë. Ai nuk kishte pse ta bënte këtë. Nuk ishte detyra e tij. Por ai e bëri sepse besonte se veprimet e vogla të mirësisë mund të ndryshonin jetë. Dhe ai kishte të drejtë. Sepse 50 vjet më vonë, ato letra u kthyen për të bekuar familjen time në një mënyrë që askush nuk mund ta kishte imagjinuar. Publiku ishte plotësisht i heshtur, çdo person duke absorbuar fjalët e saj. Kështu që kur të largoheni nga këtu sot, vazhdoi Elena, me diplomat tuaja dhe planet tuaja për të ardhmen, kujtoni një gjë. Suksesi i vërtet nuk matet me atë që grumbullojmë, por me ndikimin që kemi. Me jetët që prekim. Me ndryshimet që bëjmë. Ajo bëri një pauzë të fundit, fjalët e saj të fundit të ngarkuara me emocion. Mos e ktheni kokën nga dhimbja e të tjerëve. Sepse kur nuk e dim kur një gjest i vogël mirësie sot do të shndërrohet në një mrekulli nesër. Dhe kur nuk e dim kur do të jemi ne ata që do të kemi nevojë për atë mirësi. Ovacionet ishin shurdhuese. Njerëzit u ngritën duke duar trokitur, disa duke qarë. Elena zbriti nga skena dhe shkoi drejt Rozës duke e përqafuar fort. Viktori vëzhgonte duke ndjerë se rrethi më në fund ishte mbyllur. 50 vjet ndarje, dhimbje dhe mungesë, më në fund të lidhura nga një qëllim më i madh. Marko do të ishte krenar. Nëna e tij do të kishte qarë nga gëzimi. Dhe kapiten Robert Urshalla, kudo që të ishte, do të dinte se veprimet e tij të thjeshta kishin njehuar përmes kohës në mënyra që ai kur nuk mund t'i kishte imagjinuar. Pas ceremonisë, kur turma po shpërndahej dhe familjet festonin, Viktori i kërkoi Elenës dhe Rozës ta shoqëronin në parking. Kishte diçka që ai duhej t'u jepte. Nga bagazhi i makinës së tij, ai nxori një zarf të vjetër. Brenda ishte një fotografi e zverdhur nga koha. Ajo tregonte dy ushtar të rinj, të buzëqeshur pavarësisht skenës së luftës në sfond. Njëri prej tyre ishte Marko. Tjetri, shpjegoi Viktori, gishti i tij duke treguar, ishte kapiten Robert Urshalla kur ishte i ri. Elena mori foton me duar drithëruese, duke parë gjyshin që mezi e mbante mend. Ai duket i lumtur, tha ajo butësisht. Ata ishin miq, shpjegoi Viktori. E gjeta këtë foto mes sendeve të Markos. Mendoj se gjyshi yt duhet t'ia ketë dhënë atij. Dhe tani, ajo ju përket juve. Një simbol se edhe mes luftës, dhimbjes, sakrificës mund të ketë lidhje. Mund të ketë dashuri. Mund të ketë shpresë. Roza përqafoi foton në gjoks, lotët i rridhnin lirshëm. Faleminderit, përshpëriti ajo. Për gjithçka. Që na dhatë jo vetëm një të ardhme, por që nderuat të kaluarën tonë. Viktori buzëqeshi, duke ndjerë një paqe që nuk e kishte njohur prej dekadash. Jo, tha ai. Faleminderit juve. Që më kujtuat se një jetë ka kuptim vetëm kur jeton për diçka më të madhe se vetja. Ata qëndruan aty për një moment, 3 njerëz të bashkuar jo nga gjaku, por nga diçka më e thellë. Nga mirënjohja, nga respekti, nga dashuria që të i kalonte për kufizimet konvencionale. Dhe atë natë, kur Viktori më në fund u kthye në vilën e tij, ajo nuk dukej më bosh. Sepse ai e kishte mbushur zbrazëtinë e tij jo me gjëra, por me qëllim. Jo me pasuri, por me lidhje.
Ai u ngjit në dhomën e tij, shikoi nga dritarja qytetin e ndriçuar poshtë, dhe për herë të parë në 50 vjet që nga largimi i Markos, ndjeu paqe të plotë. Sepse kishte paguar borxhin e tij. Kishte nderuar kujtimin e vëllait dhe nënës së tij në mënyrën më domethënëse të mundshme. Kishte ndryshuar jetë, jo me bamirësi kondescendente, por me njohje të vërtetë të vlerës dhe dinjitetit të çdo personi. Dhe kishte zbuluar se, në fund, pasuria më e madhe që kushdo mund të zotërojë nuk matet me para apo pushtet, por me sigurinë se kemi rëndësi. Se kemi bërë një ndryshim. Se, kur të largohemi nga kjo botë, do të lëmë jetë më të mira, zemra më të plota dhe një trashëgimi mirësie që do të vazhdoj të jehoj përmes brezave. Elena do të fillonte universitetin në semestrin e ardhshëm, e armatosur jo vetëm me inteligjencën e saj të shkëlqyer, por me kuptimin e thellë të vlerës së sakrificës dhe mirësisë. Rosa do të vazhdonte të drejtonte fondacionin, duke ndihmuar dhjetëra familje të tjera, duke shumëzuar mirësinë që kishte marrë. Dhe Viktori më në fund flinte në paqe. Jo sepse kishte zgjidhur të gjitha problemet e botës, por sepse kishte zgjidhur të vetmin që kishte vërtet rëndësi. Kishte gjetur lidhje. Kishte gjetur qëllim. Kishte gjetur familje. Dhe ndonjëherë, kjo është gjithçka që na duhet. Një lidhje e vërtetë. Një qëllim më i madh. Një familje e zgjedhur. Pjesa tjetër është thjesht detaj. Vitet në vijim sollën më shumë transformime. Elena diplomoi në universitet me nderime maksimale, u bë inxhiniere dhe filloi të punojë në projekte infrastrukturore për komunitetet në nevojë. Rosa zgjeroi fondacionin duke ndihmuar qindra familje veteranësh. Dhe Viktori, tani 68 vjeç, zbuloi se vitet e fundit të jetës së tij ishin më të plota dhe më të kënaqshme që kishte jetuar ndonjëherë. Ata mblidheshin rregullisht për darka, festonin festat bashk dhe ndanin jetët e tyre në mënyra që shkonin shumë përtej çdo detyrimi apo borxhi. Dhe gjithmonë, në një vend deri në shtëpinë e Rozës, qëndronte ajo fotografi. Marko dhe Robert, ushtar të rinj të buzëqeshur, të pavetëdijshëm se lidhjet e tyre të thjeshta do të krijonin valë që do të përshkonin gjysmë shekulli dhe do të ndryshonin fatin e brezave të ardhshëm. Sepse kështu është trashëgimia e vërtetë. Nuk është ajo që lëm në testamente apo dokumente ligjore. Është dashuria që ndajmë, mirësia që praktikojmë, jetët që prekim. Dhe këto gjëra kur nuk mbarojnë vërtet. Ato thjesht transformohen, shumëzohen, vazhdojnë të jehojnë përmes kohës në mënyra që kur nuk mund t'i parashikojmë plotësisht. Dhe në një agim çfarëdo, shumë vite pas atij agimi të parë fatkeq, Viktori u zgjua dhe shkoi në kuzhinën e tij. Jo nga pagjumësia këtë herë, por thjesht sepse donte një gotë ujë. Dhe ndërsa ishte aty, në kuzhinën e heshtur ku gjithçka kishte filluar, ai buzëqeshi. Buzëqeshi duke menduar se si një moment i vetëm vëmendjeje, një çast i vetëm i të parit vërtet një person tjetër, kishte ndryshuar gjithçka. Sepse ndonjëherë, ndryshimi mes një gjëteju bash dhe një jete të plot është vetëm kjo. Një moment lidhjeje të vërtetë. Një çast empatie të sinqertë. Një zgjedhje për të mos kthyer kokën kur shohim dikë që vuan. Dhe Viktor Aliu kishte bërë këtë zgjedhje. Dhe ajo kishte bërë të gjithë ndryshimin. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Viktorit, Elenës dhe Rozës t'ju ketë prekur thellë në zemër. Nëse jeni emocionuar nga ky udhëtim mbi mirësinë, sakrificën dhe fuqinë transformuese të një lidhjeje të thjesht njerëzore, mos harroni të abonoheni në kanalin ton për më shumë histori frymëzuese si kjo. Pëlqimi juaj na motivon të vazhdojmë të sjellim rrëfime që festojnë më të mirën e njerëzimit. Dhe në komente na tregoni, a jeni ndihmuar ndonjëherë nga dikush i papritur apo keni pasur mundësinë të bëni një ndryshim në jetën e dikujt tjetër? Do të donim të dinim historinë tuaj. Ne jemi këtu çdo ditë me rrëfime të reja që eksplorojnë kompleksitetet dhe bukuritë e jetës. Deri në historinë tjetër dhe mbani mend gjithmonë, gjestet e vogla të mirësisë mund të krijojnë valë që përshkojnë breza.